politike të Kosovës. Ashtu sikur se i njoftuar me datë 20 nëntor, vetë presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka dhënë më në fund datën se kur do të mbahen zgjedhjet e ardhshme parlamentare, zgjedhje të jashtëzakonshme, për shkak se partitë politike në Kosovë nuk ja dolen në këto plus 60 seanca të parlamentit ku mblodhen për të formuar qeverinë, për ta krijuar atë. Ka shumë pikpyetje për se çfarë pritet të ndodhë në Kosovë. Fillimisht duke folur se çfarë ndodhi që nga data 9 shkurt kur mbajtën zgjedhjet dhe pse deri në këto momente opozita me partitë opozitare të cilat morën më pak vota se Lëvizja Vetëvendosje dhe gjitha bashkë nuk arriten që të bashkoheshin dhe të binin dakord në interes të popullit të Kosovës. Çfarë pritet të ndodhë dhe a do ndryshojë gjithë rrjedha politike e Kosovës pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit? Do kemi shumë gjëra për diskutuar, ndjekim siglin dhe mbas rikthehemi këtu në studio. Ka shumë pikpyetje lidhur me situatën politike të Kosovës, por unë fillimisht dua t'ju orientoj me një grafik që kemi realizuar për t'ju treguar se çfarë ka ndodhur në rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurt. Regjia, më ndihmoni pak me grafikun që të shohim pak shpërndarjen e mandateve, se si partitë politike të Kosovës, pra kryesorët e kanë fjalën, arritën të merrnin sa vota të përkthyera në mandate politike dhe se si ka mundësi që nuk ja dolen në gjithë këto muaj apo në 63 seanca, apo më sakt ashtu sikur se është përkthyer edhe nga mediat e Kosovës, rreth 750 minuta punë të mbledhur në seancat parlamentare dhe nuk ja dolen që të formojnë qeverinë. Lëvizja Vetëvendosje, forca e parë politike, pra që grumbulloi më shumë vota, ishte e paaftë për të qeverisur e vetme, i shtriu dorën apo aleatët apo partitë e tjera opozitare thanë që nuk na e shtriu dorën ashtu sikur se duhet, kështu të paktën ishte konflikti mes tyre. Partitë PDK-ja dhe LDK-ja në fakt patën një reagim opozitar që në hyrje duke thënë që ne mbajmë pozicionin që kemi dhe ne nuk do bëjmë koalicion, por sigurisht Fatmir Limaj ishte ai që në një farë mënyrë u tregua më optimist për të bashkëpunuar, por deri më sot nuk kemi asnjë reagim dhe qeveria e Kosovës nuk është formuar. Kemi shumë për të diskutuar mbi demokracinë në Kosovë, gjithashtu edhe për rezultatet të cilat sigurisht solli më tej. Por dhe një lajm tepër i rëndësishëm është për të folur pak edhe për demokracinë brenda partive politike dhe dorëheqjeve të cilat u dhanë pas zgjedhjeve. Do shkojmë në studio për ta diskutuar të gjithën dhe për ta analizuar me të ftuarit që kemi këtu, por më pas do kemi mundësi që të bëjmë edhe lidhje live në Kosovë me të ftuarit, me deputetët që do kemi përfaqësues të disa partive politike atje, për të kuptuar se kush i ka faj dhe çfarë pritshmërish kanë sigurisht për më tej. Profesor Dr. Enver Bytyçi, profesor ekspert i çështjeve rajonale, kënaqësi shumë që u kam në studio. Faleminderit për ftesën. Endri Tafani, analist, kënaqësi po ashtu që të kam në studio. Megen Qeraxhi, qendresa qytetare, aktivist, faleminderit shumë që të kam në studio dhe presim për pak dhe kolegen time Alba Alishanit na bashkohet, por shiu bën të vetën. Pak shi, shumë trafik. Me sa duket në Tiranë, por realiteti i cili do zgjidhet për pak sekonda, besoj, për ta patur dhe në studio. Zoti Bytyçi, ta nisim së bashku me një pyetje klasike që ndoshta edhe e vështirë për të përgjigjur. Kush e ka fajin që sot nuk e kemi qeverinë e krijuar apo kryeministrin e ri të Kosovës? Së pari duhet të them se faji kryesor është i strukturës kushtetuese të përcaktuar dhe hartuar nga Marti Ahtisaari. Sepse sipas planit Ahtisaari, 20 vende të parlamentit të Kosovës janë të rezervuara për minoritetet. Po. Është një risi kjo, është një zgjidhje shumë specifike me qëllim që të diktohen, jo të realizohen normalisht dhe në mënyrë rutinë të drejtat e minoriteteve, por të diktohet respektimi i këtyre të drejtave, por që ka sjellë në këtë kolaps. Nëse do të votohej për 120 deputet, dhe jo për 100 deputet, atëherë t'jeni të sigurt që do të kishim një mazhorancë solide për të krijuar institucionet dhe qeverinë e Republikës Kosovës. Por është votuar për 100 dhe jo për 120. Se 20 janë
kanë hyrë në mënyrë të jo demokratike, do të thuaja. Janë kvotat. Janë në mënyrë të imponuar. Po. Sepse në fund të fundit, këta 20 nuk përfaqësojnë minoritetet të cilat ekzistojnë, numrin e minoritarëve të cilat janë në Kosovë. Nëse shifni statistikat, lista sërbska e cila ka 9 deputet, ka marrë 37.000 vota, po themi. Do të thonë 37.000 njerëz kanë votuar për partinë kryesore sërbe në Kosovë. Por ajo ka 9 deputet. 37.000 vota janë shumë më pak se 5% të vendeve në parlament. Do të thosha janë 3%. Ndërkohë që në lista sërbska ka 8% të vendeve në parlament. Disproporcioni në përfaqësim është 5% më i madh dhe përpasoj krijon atë ngërçin edhe institucional në Kosovë. Kjo është shkaku kryesor. Një ndërhyrje do ma lejosh? Kjo është shkaku objektiv që nuk mund ta shmangin asnjë parti politike, as vetë parlamenti, as kush, sepse për të ndryshuar kushtetutën do të duhet, sipas ligjit dhe sipas rregullit, të votojnë 2/3 e parlamentit e njëkohësisht 2/3 e deputetëve minoritarë. Ma para prive se këtë doja të thoja se në kushtetutë Kosova është një vend multietnik, kështu që 20 kuotat apo 20 mandatet në një farë mënyrë adresohen për shkak edhe të mënyrës se si emërtohet. Jo, nuk ka të bëjë emërtimi. Ju thatë është imponim nga ndërkombëtarët. Është imponim për arsye të gjetjes së një zgjidhjeje për të stabiliteti, demokracie, lirie, respektimit të drejtave minoritarëve dhe për të justifikuar, si thuash, ose për të bind palën kundërshtare, në rastin konkret Serbinë, që të bjerë dakord me pavarësinë e Kosovës. Por pala kundërshtare nuk bie dakord sikur edhe gjysmën e Kosovës t'ja japësh. Po t'ja japësh gjysmën, ka për të thënë më jep edhe një 20% më shumë, sepse mu më takojnë këto. Kështu që është një taktik dhe një politik në ndërkombëtarëve e cila nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe nuk do të funksionojë. Kështu bën edhe me Aleksandar Vučić, cilin e përgdhelen për 10-15 vite radhazi dhe më në fund i thanë tani po t'i nxjerrim edhe këto snajperizmin tënë në rrethimin e Sarajevës dhe po të bëjmë kriminal. Por problemi është që nuk zgjidhen çështjet në këtë mënyrë, me të marrë peng ose me dëshirën për të bërë një kompromis me qëllim që ta pranoj kundërshtari. Kundërshtari nuk e pranoj, nuk kishte për ta pranuar, nuk ka për të pranuar, sepse ai është ngjiz në një mënyrë të tillë. Ai beson që edhe aty ku është një varr serb është tokë serbe. Hajde mushja mendin atij se duhet për 20% të vendeve në parlamentin e Kosovës duhet të njohë Republikën e Kosovës. Është absurde. Deshi të merrte territore, luftoi për këtë. Dhe sërishmi po të uleshin tavolinë për të marrë territore, ai do kërkonte shumë më tepër territore se sa ai projekt i fillimit që do të shtrohej në tavolinë. Janë metodat të njohura tashmë të diplomacisë dhe politikës së Serbisë, me të cilat shpeshherë ne pajtohemi në mënyrë naive dhe përpasoj Kosovën e paguajnë shqiptarët. Si e pengon kjo formimin e qeverisë të Kosovës? Pengon se nuk arrin dot shumicën absolute. Janë 20 deputet të cilët të prishin balancën. Me duhet kompromis politik. Po jo domosdoshmërisht ti mund të fitosh balancën edhe nëse nuk janë këta. Jo domosdoshmërisht, por në rastin konkret, nëse bëjnë këto llogari me këto shifra, në këto shifra ti do kishe një subjekt politik që do kishte shumicën absolute dhe do krijonte institucionet. Këtë nuk e dim me siguri. Këtë nuk e dim me siguri. E di, është me siguri, absolutisht. Nëse nuk do ishin 48 deputet ka vetëvendosja. Duhen 13 deputet. Nëse lista sërbska nuk do të kishte 10 deputet, po do kishte 3 sa votues votojnë për të, atëherë do të thotë që
8 deputet plus minoritetet tjera, plus vetëvendosja do shkonte mbi 61%, mbi 61 deputet, 65 deputet. Është llogari e bërë në mënyrë prandaj ky ngërç kushtetues, të cilin nuk e zgjidhim dot, ky krijon spari probleme të tilla. Së dyti, pastaj, është konflikti midis forcave politike. Është një konflikt për mu i stisur, i nxitur, nuk është një konflikt real. I stisur? I stisur, i nxitur, nuk është një konflikt real për brenda forcave politike. Nëse vëmë re, të gjitha forcat politike justifikohen me si të thuash, shkaqe qesharake për mos krijimin e koalicioneve. Asnjë forcë politike nuk e ka bazuar kundërshtin për krijimin e koalicioneve për shkak të programeve ose për shkak të pozicioneve në qeveri, përveç Fatmir Limajt, i cili donte me çdo kusht vendin e kryetarit parlamentit, por me 3 deputet edhe ai nuk do të jepte shumicën. Edhe po ta jepte shumicën sërishmit nuk do të ishte shumicë, do të ishte një shumicë me 3 deputet ai do të qëndronte si çekiç mbi qeverinë e cila kishte përgjegjësinë për të zhvilluar programet dhe projektet për Kosovën. Prandaj dhe unë jam lutur që me Fatmir Limajn mos krijoheshin institucionet, sepse e njoh si politikan, e di që nuk është nga ata politikan që vë interesat e Kosovës mbi interesin e tij personal, dhe përpasoj në përgjithësi klasa politike në Shqipëri dhe në Kosovë është të tillë, nuk janë të prirur të punojnë për interesin nacional apo për interesin e qytetarëve sa të punojnë për interesat e tyre partijake ose personale. Fatmir Limaj është klasik i tillë, edhe të tjerë, po flas në rastin konkret. Përpasoj, unë jam lutur që të mos ketë një koalicion midis tij dhe Albin Kurtit, por edhe sikur të kishte nuk do të funksiononte, sepse qeveria e tij mori 57 vota. Ja dhe 3-60, duhet 61. Kështu që është e pamundur të funksionojë. Në këtë aspekt mendoj që është bërë mirë që ka shkuar Kosova në zgjedhje të reja, të parakoshme, është bërë mirë që këto zgjedhje do të bëhen me 28 dhjetor, datë e kontestuar nga ish opozita, por që është kontestuar në një mënyrë pak naive, mendoj unë, sepse të thuash që është saktuar data sepse janë mërgrimtarët në Kosovë dhe ata votojnë për vetëvendosjen. Kjo do të thotë të shfaqesh një dobësi tëndën, pse nuk duhet të votojnë ty, po të votojnë vetëvendosjen këta njerëz. Kemi dhe reagimin e zonjës Vjosa Osmani, cila u pyet në fakt zonja Osmani u përgjigj në mënyrë korekte dhe tha qartazi se për mua është shumë më rëndësi që sa më shumë njerëz të votojnë. Se për kë votojnë është çështje e tyre. Dhe qasja e diasporës në Kosovë në ato ditë të votimeve është një aspekt shumë pozitiv i ditës së zgjedhjeve, sepse do të thotë që ke një pjesëmarrje më të madhe. Një pjesëmarrje më e madhe do të thotë një demokraci më e zhvilluar, më e zgjeruar. Kështu që po do të votojnë ndoshta, hipotetikisht kuptohet, vetëvendosjen. Është zgjedhja e tyre, nuk mund të imponosh zgjedhësit se kë votojnë. Kështu që kontestimi i datës për këtë shkak ishte një autogol, mendoj, i partive të cilat e shfaqin publikisht se nuk kanë besimin e diasporës. Ndërkohë që zoti Bytyqi edhe po fliste edhe kishte në fund të deklaratës e tij dhe reagimin e zonjës Vjosa Osmani, në fakt u pyet nga gazetarët e Kosovës dhe ne pas meje në let kemi edhe deklaratën e plot që zoti Bytyqi e përmblodhi duke thënë që është zgjedhur kjo datë, pra data 28 dhjetor, sepse qëllimi im si presidente është që të garantoj që të ketë sa më shumë votues, pra pjesëmarrës në ditën e zgjedhjeve, sepse sa më shumë përfaqësues, pra qytetarë të cilët votojnë, aq më e lartë dhe më demokratike është dhe përfaqësimi i tyre në parlament. Zoti Tafani,
Tua drejtoj të njëjtën pyetje apo shkojmë tek pritshmëritë që keni për datën e 28 dhjetorit? Nëse do lëm çik njang të punën e votimit diasporës, për cilën unë kam qenë gjithmonë kundër. Se Kosova e ka pasur dhe përpara nesh votimin e Unë kam qenë gjithmonë diasporës. kundër me idenë e parimit që ka qenë nga revolucioni amerikan, domethënë no taxation without representation. Pra, nëse nuk je taks pagues në një vend që ti je aty Nuk e kupton hallen e saj. Po, normalisht, dikush i cili ka bërë zirën e vet jeton në Gjermani, edhe jeton në taks pagues atje, subjekti ligjit gjerman nuk ka pse të diktoj pastaj se çfarë ndodh në një vend tjetër. Domethënë, dhe ne pam rezultatin në Shqipëri, votën e diasporës që vajti për Ramën, ndërkohë që vullneti popullit nuk ishte aq për Ramën në Shqipëri. Duke lëmë një këtë pjesë, pjesa e krizës Kosovës më duket krizë sui generis, domethënë krizë shumë e veçantë. Sepse është e vërtet që në Kushtetutën e Kosovës është ajo ndarja që janë rezervuar 20 vende për pakicat. Por ajo ndarje ka qenë një tip kompromisi i cili i ka dhënë pavarësinë Kosovës. Pra në kuptimin e asaj kushtetute e cila ishte e pranueshme nga gjithë vendet aleate që t'i jepnin njohjen shtetit Kosovës në 2008. Dhe nisesh edhe nga faktor historik, sepse dikur kushtetuta ka qenë pjesë konstituive e Federatës Jugoslave, dhe për të ruajtur ato garanci që dikur ju mor autonomia Kosovës nga ana e Slobodan Miloševićit, u gjet kjo formulë e cila në një farë mënyrë nuk lejonte ndryshime të statusit, pra të kushtetutës, pa miratimin e vet komunitetit serb që jeton në Kosovë. Si që bëri Miloševići dikur shqiptarëve që ju mori autonominë, pa i pyetur fare, mos të ndodhte pak a shumë e njëjta situatë. Pra u gjend një zgjidhje veçantë e cila ishte e pranueshme, por kishte edhe një background historik në mbrapa. A është problematike për përfaqësimin? Po, është problematike sepse numrat janë pak më të fryrë se sa aq, domethënë në kuptimin e asaj demokracie përfaqësuese që duhet të jetë vullneti sa më i saktë. Por duhet thënë që ata që janë minoriteti serb në Kosovë, nuk është se paktën ndaj Albin Kurtit është treguar lojalisht, sepse vetë kjo presidente që është tani është zgjedhur me prezencën e minoritetit serb në sallë. Pra, duhet të ishin 80 deputet, kështu e kërkon Kushtetuta e Kosovës, për të arritur korumi, dhe nëse nuk ka korumi me 80, dhe ky do jetë një problematik që është në pranverën e vitit tjetër, që do të zgjedhë president tjetër në Kosovë, dhe erdhën u paraqitën në sallë, u arrit korumi, nuk votuan, dhe u vendos me votat e vetëvendosjes Vjosa Osmani, presidente. Nuk e shihni si problemin në rastin konkret të listën serbe? Pra, po të shikosh në këtë rast u treguan lojal me Albin Kurtin. Kështu që t'u hedhim fajin komplet atyre, mua më duket pak, diçka një sqarim të lutem me që jemi të kjo temë. Unë nuk thash fajin e ka minoriteti serb, deputetët e minoriteti serb. E mora veç, po Unë kam thash fjalën për kurumin. faj dhe problematika qëndron tek plani Ahtisaari. Dhe ky është problemi që unë nuk ngrej problemi se kanë serbët. Serbët janë në drejtën e vetë të votojnë, mos votojnë, qëndrojnë, mos votojnë. Ta vazhdoj më E kishte për analizën e kuotës. Sepse për analizën e kuotës, sepse kanë edhe numrin që është me 20, që janë lënë mandate, janë. Pra, por kur është dashur ky numër, Albin Kurti e ka përdorur, pra e ka shpëtuar në një farë mënyrë ky 20 që e ka shpëtuar Albin Kurtin, që të mos kalone vendin në zgjedhjet parakoshme, kur u zgjodh presidenti i Republikës. Dhe për më tepër, kjo kushtetutë, ky kuadër kushtetues, ka që në 2008 Kosova nuk ka qenë ndonjëherë pa qeverisje për një vit të tërë. Kosova nuk ka vajtur në parlament të votohet pothuaj 60 herë i njëjti emër. Çfarë ndodhi këtë vit ndryshe? Pikërisht. Kjo është ajo që është veçantë dhe këtu e shikoj problematikën, po shikoj problematikën tek mënyra se si vetëvendosja e percepton pushtetin. Në mënyrë që o unë do i marr të gjitha, o s'do i marrë asnjëri. Pra ka një mentalitet totalitar në mënyrën se si qeveris apo do që të qeveris, e cila është shumë e dëmshme për Kosovën. Për shkak të problematikave që vetë Kosova ka. Dhe është ky mentalitet totalitar që e ka bërë
që Kosova të ndodhet në këtë gjendje që është tani, pa qeveri, pa një buxhet të miratuar, vitin tjetër do futet sipas parashikimeve kushtetuese do futet një buxhet i cili është minimat, po, është minimal, do ketë ato shpenzimet 1-12 në çdo muaj për shpenzimet minimale etj. Ti rrezikon dhe nuk e firmosur marrëveshjet me BE-n, ishin rreth 300 milion euro që do merreshin vitin që vjen. Dhe nuk kanë për tu marrë. Pra, në kushtet kur Kosova është edhe pak dobët në ana ekonomike, është një diçka shumë e mirë që sikur ti kishe marrë ato fonde. Pra, çfarë ke bërë ti një vit rresht, ti ke humbur kohë. Ndërkohë, e keqja është që edhe situata në rajon është duke u përkeqësuar. Ne po shikojmë tani konfliktin në Ukrainë, që sa vjen bëhet edhe nuk dihet se çfarë drejtimi do marrë. Trumpi sikur do ta zgjidhte më shpejt, po nëse është çështje tjetër që nuk po i futemi. Pra, në gjithë situatën ndërkombëtare që sa vjen përkeqësohet, ti në vend që të bësh hapa para, ti duket sikur ngel në vend, jo vetëm ngel në vend, po bën dhe hapa mbrapa, bën regres. Dhe kjo ka ardhur pikërisht për shkak të këtij mentaliteti totalitar. Ajo që nuk i falet Albin Kurtit është që 55 herë vajti me të njëjtin emër. Dhe u deshën 2 vendime të gjykatës kushtetuese. Dhe vendimi i gjykatës kushtetuese për kryetarin e parlamentit, kuvendit, Alborena Haxhiu. Dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, pavarësisht se nuk e thon specifikisht, po e tregojnë që faji ishte i forcës së parë. Pse jo i partive të tjera që nuk kanë konsensus për ta votuar? Parashikimi kushtetues është që partia më e madhe është ajo e cila ka të drejtën e propozimit të emrit. Kështu do të kishte sjellë një emër tjetër për Dhe do të kishte zgjedhur emër tjetër. Dhe ja tha herën e dytë gjykata kushtetuese, ja tha herën e dytë që jo më shumë se 3 herë se nuk bën sens që ti nxjerrësh po të njëjtin person më shumë se 3 herë. Mbi 50. Pra, praktikisht po e trajtonte sikur Kurti ishte kalamati. Thoshte, shiko, nuk bëhet ky gabim të keqen babi apo të keqen mami më shumë se 3 herë. Pra, janë disa qëndrime të cilat duhet parë më vonë pse i ka bërë Kurti, por që është pikërisht ky qëndrim. Dhe prandaj them që është krizë sui generis. Ky kuadër kushtetues ka qenë prej vitesh, ka qenë në 2008, asnjëherë Kosova nuk ka ngel për qeverisje. Kur janë dashur votat e pavarësisht se është ajo 20 grupi prej 20 deputetësh që janë të mbi përfaqësuar serbët aty. Kur janë dashur Albin Kurti i ka përdorur, pra nuk kanë qenë pengus. Po opozita? Dhe ndërkohë opozita vazhdon atë që ka bërë dhe Albin Kurti. Pra, opozita kishte bërë të qartë kërkesat e veta, duke thënë ne nuk do votojmë asnjë që është nga antari i kabinetit. Po. Propozoj dikë këtë duash ti mjafton mos jetë antari i kabinetit. Dhe Albin Kurti vazhdon po prapë të njëjtën gjë. Me po të njëjtin emër për 50 ca herë jashtë. Nuk është normale. Dhe nuk duhet ta kalojmë si diçka normale këtë sjellje. Ishte sfidë personale apo çfarë fitoi ai si politikan? Kjo ishte nuk ishte sfidë personale. Albin Kurti donte që të ishte qeveri në detyrë kur të bëheshin zgjedhjet lokale. Se ishin zgjedhjet lokale tani në vjesht dhe donte të ishte akoma në detyrë për të përdorur pushtetin që t'i jep qenia në ekzekutiv. Mos harrojmë që ka vajtur mbi 50 herë vetëm në Mitrovicën e Veriut për Faton Pecin. Dhe nuk i ka dhënë zgjedhjet lokale nuk tregojnë një rezultat. Po nuk tregojnë një rezultat, po pati avantazhin. Duke qenë ti se i qeverisit, ne dimë se si funksionon në Shqipëri. Pra, kur ti futesh në zgjedhje me qeverin tënde, pavarësisht se është qeverin detyrë, je më i avantazhuar se sa po të ishte për shembull dikush një qeverisje e LDK-s, po sikur të kishte një ministër të LDK-s, për shembull kryeministër, në një qeverisje të partive të tjera. Kuptohet që rezultati vetëvendosës nuk do ishte ky që ishte. Sepse ne e dimë se çfarë influencë ka qenia në qeverisje, sidomos në zgjedhjet lokale, kur ti premton një investim për një rrugë, një diçka tjetër, një rritje fondesh, dhe plani i Kurtit ishte që do qëndronte në qeverisje në detyrë deri në zgjedhjet lokale. E arriti dhe për të keqen e Kosovës jemi këtu ku jemi. Sepse zgjedhjet do bëhen parakoshme, kemi pasaj që buxheti nuk është miratuar, do futemi në një vit tjetër me buxhet të limituar. Do harxojmë më shumë para, se do ketë zgjedhje dëburime njerëzore të cilat do përdoren, sigurisht janë kosto. Jo vetëm ashtu, po ti rrezikon që me këtë mënyrë konfrontimi politik, pra kjo kokfortësi që ti shkon 50 ca herë me po themi me të njëjtin emër, rrezikon që edhe në zgjedhjet që do jenë për presidenten në pranverë 2026-s, në pranverë rrezikon që të përsëritet po njëta kokfortësi dhe po njëti konfliktualitet midis të dy, edhe Albin Kurti dhe atyre që janë. Pres këtë skenar. Dhe pres këtë skenar.
Do ishte mirë për Kosovën se kur Albin Kurti të merrte, le të themi 39 deputet, që mos të arrinte të bllokonte, po themi, presidentin, për mendimin tim. Miguel, si duket situata politike e Kosovës dhe ke ndonjë pritshmëri ndryshe për zgjedhjet e 28-s pranë, një rezultat ndryshe kam fjalën politik? Edhe nga analiza që u bë, në fakt ishte e plotë edhe e mirë, edhe unë kam me një merak të madh që ne e shohim tek liderët shqiptarë që përgjithsisht kanë vizionin e tyre për të qeverisur, edhe për shkak të vizionit të tyre për të qeverisur, ata kërkojnë pushtet. Edhe për të së vërtetës, Albin Kurti ishte një nga liderët politik i cili më mirë nga të gjithë pati mundësi që t'i shpaloste qytetarëve të Republikës së Vet një vizion të qartë për atë se çka donte të bënte me qeverisjen. Ajo që ndodh mbasi merr qeverisjen është që liderët politik e ngatrojnë konsumimin e kohës në pushtet, jo për të zbatuar vizionin e tyre, po kthejnë objektiv mbajtjen e pushtetit në mënyrë sa më të gjatë. Dhe ne nuk jemi në situatën ku në Kosovë, le të themi, ka një krizë të procedurës. Pra, në vendet europiane, krizat e formimit qeverisë janë bërë të shpeshta tashmë. Dhe ka disa vende europiane ku edhe Belgjika, rasti Belgjikës së Këndiru, po them disa vite vetëm po Holanda para pak vitesh kaloi po ashtu një krizë ku më shumë se një vit ishte pa qeveri, po gjithmonë bëhet fjalë për vende të cilat kanë të konsoliduar institucionet dhe mungesa e qeverisë, unë e kujtoj shpesh të Holandës se edhe mas një viti qeverisje tregoi që rritja e ekonomisë ishte e lartë. Do me thënë, lajmi i dytë, mbas mungesës së qeverisë për një vit, ishte rritje ekonomike e vendit. Po tjetë kështu, do ishte mirë që ta praktikoni dhe shtetet tjera, po ishte rezultati njëjtë. Por humor për ta lidhur me këtë paradoksin që problem demokracia, sepse nuk i përfaqësuar politikisht, demokracia duhet të ketë përfaqësim politik. Vetëm sa që do të thotë, ka institucione të tjera të cilat funksionojnë në mënyrë korrekte. Në vendet ku janë, le të themi, shtete të reja ose demokraci tranzicionale, sigurisht që kjo nuk është një luks i cilin mund ta kesh. Dhe gjithmonë krizat qeverisëse e çojnë krizën e tyre në jetën e përditshme të qytetarëve. Që do të thotë, nëse në Kosovë krizat politike zgjatin, do të thotë që qytetarët janë duke përjetuar mungesën e standardeve dhe le të themi jetës më të mirë të tyre. Tani, nëse ne kemi një procedurë e cila u shpjegua, nuk i ke votat, e merr dhe e çon 50 herë, 60 herë një hemër, atëherë ti merr sinjalet që ke të bësh me një lider politik i cili është duke përdorur procedurën për të zgjatur, le të themi, jetën e tij politike. Kush do ishte më e mira dhe kush do lip se nevoja. Atëherë do të thonim që ne jemi një republikë e re, vendosemi para një situate ku kushtetuta ka disa hapësira ku një lider mundet, ose një situatë, një fenomen i tillë mund ta zgjas krizën politike, do duhet ishte e udhës që liderët politik ta zgjidhnin këtë situatë. Sepse zoti Kurti nuk duhet ta neglizhojë që këtë formë të sjelluri mund ta konsumojë dikush kur ai të jetë në opozitë sërish. Po, ai ka përdorur dhe këtë argument që jam partia më e votuar, sidoqoftë. Nuk ka, shiko, në pra, politik... Pra, unë arritur që të prevalojë mbi partitë e tjera dhe të marrë më shumë, pra, populli i Kosovës ka votuar. Në demokraci duhet të kesh votat për të bërë qeveri, nëse si ke votat për të bërë qeveri, nuk bën dot qeveri. Dhe ti do duhet, arti politikës ky është, ose do të bësh negociat, ose do të lesh vendin, ose do ta çosh në zgjedhjet parakohshme, ose do të marrësh aleat. Dhe ti do duhet që të përfaqësosh edhe një pjesë tjetër të, le të themi, të grupit tënd të cilën ti nuk dan të njëjtin vizion. Por do duhet të dakordsohesh ashtu siç dakordsohet Gjermania drejt të haj gjithmonë kur bën qeverisje. Zgjatin negociatat për të bërë qeverisjen e fundit, zgjatin me 3-4 muaj për të dakordsuar dy parti të cilat nuk janë të njëjta, për të dakordsuar pikat mbi të cilën si do qeverisin vendin. Cila është sjellja që ne pam në Kosovë? Sjellja në Kosovë është edhe kur ti nuk i ke numrat, të nesërmen del dhe fyen edhe atakon kundërshtarin politik. Dhe nuk kalon java për të kalkuluar votat të cilat nuk i ke dhe do duhet i zjasësh dorën. Dhe sigurisht që kjo bëhet e pasinqert dhe askush nuk do të dëshironte të vinte në pushtet me ty. Që do të thotë, nëse e shfrytëzon ngërcin kushtetues për të zgjatur krizën, unë mendoj që nuk kemi të bëjmë me sjellje të mira të liderëve politik. Ka 3 rrugë. Ose do bësh negociat,
ose do bësh zgjedhje të parakoshme, ose do e lesh pushtetin. Nëse një nga këto 3 zgjidhjet mungon, atëherë çdo standard i qytetarëve është gjithnjë edhe në mungesë. Egoizmi i Kurtit pra, në një farë mënyrë po ta përmblodha të gjitha. Mbase më shumë arroganca që të jep një lloj pushteti edhe dëshira për të akumuluar sa më shumë pushtet rreth vetes. Alba Alishani të prezantova në hyrje thash 2 pika Shiran, por trafiku u rëndua më shumë se ç'duhet edhe solli vonesën tënde në studio. Mirë se na erdhe. Alba Alishani, kolege ime drejtuese Trialog në RTS. Faleminderit që na je bashkuar. Faleminderit ju për ftesën, ju kërkoj ndjes për vonesën, po trafiku i Tiranës ka filluar dhe është bërë i paparashikueshëm. E bëra unë që në fillim justifikimin tënd se vërtet ka qenë një situatë e jashtëzakonshme këto ditë, por uroj që të dalë dielli në çdo kuptim nga e hëna dhe në vazhdim. Alba ime duke diskutuar pas me kam bërë ndarjen e mandateve sipas partive politike dhe se si nuk ja dolen në gjithë këto muaj 750 minuta madje i kemi dhe numëruar dhe sekonda dhe minutat në brenda parlamentit se si u mblodhen dhe nuk ja dolen të formojnë qeverinë e Kosovës. Ndërkohë pritshmërit janë të shumta, jemi duke diskutuar, nuk po bijem dakord me njëri tjetrin në sensin e diskutimit, secili ka nga një arsye apo arsyetim sepse jemi këtu. Tani po të pyes ty, pse jemi këtu në këtë situatë? Pse nuk ja doli Kosova ta formonte qeverinë interes të qytetarëve të saj mbi të gjitha? Në fakt nuk ka shumë kuriozitet dhe nuk ka shumë sepse. Pavarësisht se ne përpiqemi ta elaborojmë në analizë, sepse ishte krejtësisht e parashikueshme dhe disa prej kurtheve ishin lehtësisht të gjetshme. Pra nuk ishte formula misterioze të cilat të bënin të mendoje gjatë. E kam fjalën nga ajo që ishte partia e parë, e cila arriti të merrte konsiderueshëm vota, por jo mjaftueshëm përqindje sa për qenë ajo mandatarja edhe të formonte qeverinë e re të Kosovës. Ti përmende orët për cilat kanë punuar kjo legislaturë, është legislatura e 9, e cila sapo u shpërnda nga Presidenti i Republikës Kosovës, e në fakt janë 750 minuta, theti, 63 herë u mblodhën në sallën e Parlamentit Kosovës, 2 herë tentuan të formonin një qeverinë e re, janë gjithsej vetëm 12 orë punë nga njerëzit që u votuan nga qytetarët e Republikës Kosovës dhe ati vendi, si buxhet dhe si ark shteti, ka ngushtuar 2 milion euro. Për llogaritni këtu edhe një fakt të shtuar që këta njerëz, se cilët janë votuar në datë 9 shkurt të vitit kaluar, se praktikisht për gati 3 muaj ose 3 muaj e pak ata bëjnë një vit që janë të zgjedhurit e atij vendi, do duhet të paguajnë sipas ligjit të fuqit të Kosovës të marrin paga edhe për një vit tjetër, si njerëz të zgjedhur nga qytetarët e Republikës Kosovës. Pra, ka më shumë humbje në kalkulim si buxheti i shtetit të Kosovës, se sa fitime nga këta njerëz të cilët janë mbledhur 63 herë dhe ishin të paaftë ose nuk kishin vullnet për të zgjedhur qeverinë me cilët do duhet të ekzekutonin atë që është menaxhimi i Kosovës. Pra, nuk ishte kaq as e mistershme, as e papritur, as e paparashikueshme. Unë e kam thënë dhe para dhe në kësaj radhe më vjen keq që më del parashikimi që po mirë si analiste nga ana tjetër dhe si gazetare që ka dalë parashikimi. Në këtë rast, interesi im parsor nuk është më dali parashikimi, sepse unë jam edhe qytetare e Republikës Kosovës, kam familjen atje të cilët vuajnë drejt për drejt këto kosto dhe këto pasoja dhe më dhëmb kur flas me këtë gjuhë për atë vend, por më doli parashikimi sepse unë thash që Albin Kurti po shkon në zgjedhjet e 9 shkurtit për shkuar në zgjedhje të tjera të jashtëzakonshme. Dhe mendojni që qytetarët e Republikës së atij vendi në periudhën kohore të 6 muajve do duhet të shkojnë 3 herë në zgjedhje. Po të llogarisni edhe zgjedhjen e presidentit të Republikës, i cili mendon mandati në muajin mars dhe do duhet të zgjidhet në muajin shkurt, janë 4 palë zgjedhje për më pak se 6 muaj dhe gjysmë viti. I kanë lodhur njerëzit e asaj republike, i kanë lodhur njerëzit e atij vendi, disa pa ndërgjegjshëm për atë që po ndodh, por gjithsesi pasojat i kanë mbi kurriz, disa të tjerë të ndërgjegjshëm por të pafuqishëm dhe me duar të lidhura, por po i çojnë zgjedhje pas zgjedhje pa ju dhënë një zgjidhje. Albin Kurti shkoi në zgjedhjet e 9 shkurtit me idenë që të shkonte në zgjedhje të tjera të jashtëzakonshme. Kështu ndodhi edhe me zgjedhjet lokale ku nuk morën atë që kishin brenda pritshmërive dhe parashikimeve dhe i çuan njerëzit në një pjesë të mirë të komunave në balotazh dhe ju e patë që as pjesëmarrja edhe as feedbacku që ata morën nuk ishte i kënaqshëm dhe ishte jashtë parashikimeve edhe të vetëvendosjes, por edhe të partive tjera opozitare, e njësoj do të ndodhi tani me zgjedhjet e datës 28. Pritet, unë pak më përpara, po diskutonim pak edhe me zotrin, kisha deklaratën e zonjës Vjosa Osmani, cile kur pyet nga gazetarët pse u vendos data 28 dhjetor, u fol pak për u vendos këtë datë për shkak se pritet ketë një lloj pjesëmarrje më të madhe. Ndërkohë të sollën në vëmendje faktin që qytetarët e Kosovës janë lodhur. Kur lodhen, zakonisht kanë treguar dhe zgjedhjet lokale në Shqipëri,
apo zgjedhjet të tjera ka pjesëmarrje akoma dhe më të vogël. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Lodhja është insinuata logjike që un kam, po kjo do thotë domosdoshmërisht dhe detyrimisht që ky do të jetë reagimi qytetar në Kosovë. Un kam folur ndonjëherë për një verbëri kolektive në raport me tifozërinë që ata kanë me Albin Kurtin dhe vetvendosjen, po jo detyrimisht do të jetë e njëjta kundërpërgjigje edhe për zgjedhjet e datës 28. Kur them këtë, është investuar një pjesë e mirë e pritshmërive për diasporën e Kosovës dhe ju e dini mirë këtë. Edhe referencë mbështetëse janë edhe zgjedhjet e 9 shkurtit në ato vende të cilat kanë pasur një njësi matëse për votën e diasporës në Kosovë, mbi 80% e votuesve të diasporës kanë votuar Albin Kurtin. Pra, nëse i referohemi gjithmonë zgjedhjeve të 9 shkurtit, pra, sepse kjo është paragonimi që mund të bëhet me zgjedhjet datës 28, jo zgjedhjet lokale, sepse nuk është e njëjti paralele dhe nuk qëndron në njëjti krahasim, atëherë mund të themi që po, pritshmëria dhe llogaria që ata kanë nga diaspora e Kosovës mund të qëndrojë mbi 80% në mos paq bjerje për Albin Kurtin, pra edhe nëse llogarisim që mund të ketë një lloj rënje, zbehja apo eklips për mbështetjen në raport të vetvendosjes, sidoqoftë nga 80%-shi, vota e diasporës do të jetë konsiderueshëm në mbështetje të Albin Kurtit dhe vetvendosjes dhe ata kanë të drejtë që këmbgulën ose kishte një lloj lobimi në adresë të presidentes për fund vitin, kur diaspora shqiptare do të jetë në një fluks të shtuar në Kosovë, ashtu siç ndodh për festat e fund vitit kudo. Kështu që ndoshta diaspora mund ta përmirësojë ndjeshëm numratorën për Albin Kurtin në Kosovë. Ishim duke diskutuar nëse nuk e bëhem edhe me zotin Bytyqi që ka patur deklarata të tilla në një farë mënyrë kritika për zonjën Osmani, që data 28 që është prag festave të fund vitit, një moment i rëndësishëm kur emigrantët kthehen, do t'i vinë në favor zotit Kurti. Zonja Alishani përmendi pak edhe me statistikat e më përparshme se çka të ka treguar dhe diaspora. Do ndryshojë rezultati në favor të vetvendosjes? Dua të them se qytetarët e Kosovës nuk kanë probleme me demokracinë, sepse të gjitha raportet ndërkombëtare, një projekt rezolute e Kongresit Amerikan para ca javësh, theksonte faktin që Kosova është shkolla e demokracisë Ballkanit Perëndimor. Shfaqjet e autoritarizmit të Albin Kurtit natyrisht nuk duhen në mbështet në qoftë se janë edhe minore. Për mua, shpërblimi që u dha studentëve ishte një gabim trashanik i zotit Kurti, të cilin nuk do ta pranoja kur, sepse i ngjante asaj fushate elektorale që ka bërë Edi Rama në Shqipëri. Ka element të tillë të cilat duhet të kritikohen në qëndrimet dhe në veprimet e Albin Kurtit, por problemi më i madh dhe kryesor në Kosovë është raporti me sovranitetin, me tërsinë territoriale, me shtrirjen e autoritetit të institucioneve në çdo centimetër ose metër katror të Republikës Kosovës, dhe në këtë pikpamje, Kosova derisa të njihet përfundimisht si subjekt ndërkombëtar, antare e Organizatës Kombeve të Bashkuara, duhet të adresohet nga ky interes madhor për të votuar për politikanët dhe partitë politike që kanë aty. Albin Kurti, deri më sot, ka dëshmuar se është politikani më i përgjegjshëm në këtë aspekt. Nuk mund të bëj asnjë lloj krahasimi midis atyre politikanëve që donin të ndanin Kosovën dhe të ndryshonin kufit me politikanin Albin Kurti që punoi dhe luftoi për të shtrenjtë sovranitetin e Kosovës në gjithë territorin e vet. Nuk mund të bëj kurrë ndonjë krahasim me atë ish politikan dhe lider që i merrte leje Milan Radojčićit për të bërë një shëtitje në Ujman ose për të quar një skuadër policësh në veri, dhe me ato çfarë ka ndërtuar dhe realizuar Albin Kurti, duke ndërtuar stacionin më të madh policor, pikërisht në veri të Kosovës, jo kundër popullsisë, siç e interpretojnë edhe disa ish opozitar, por kundër krimit të organizuar, kundër bandave, kundër terrorizmit dhe kundër veprimtarisë kriminale dhe banditeske të Beogradit në Kosovë. Në këtë aspekt, unë nuk mendoj që duhet të votohet për 5 cent më shumë apo për 5 cent më pak, derisa Kosova të jetë shtet i njohur plotësisht ndërkombëtar.
duhet të votohet për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Pikërisht këtu është ngërçi edhe i kësaj çfarë ka ndodhur. Kam përshtypjen se partitë politike ish opozitare në Kosovë duan që ta bllokojnë Albin Kurtin me çdo kusht, të realizohen ato projekte që donin të realizonin liderët e tyre para 6 viteve, 7 viteve, 10 viteve, dhe të thonë që ato projekte përfundimisht u realizuan dhe ne kishim të drejtë në atë kohë. Sepse më shumë politikanët shqiptarë tash edhe shpar luftojnë për prestigjin, lavdin dhe menjanimin e përgjegjësive të veta se sa për interesat e qytetarëve dhe të shtetit. Më shumë punojnë për interesat e tyre se çfarë do të lënë pas në histori. Jam i sigurt, ata që kanë gabuar më shumë do të insistojnë të bllokojnë deri në fund, edhe në pas zgjedhjeve të ardhshme Albin Kurtin, që të realizohen ato pritshmëri që kanë patur dikur dhe të justifikojnë veprimtarinë e tyre të dikushme, të cila çon deri në tradhti ndaj Kosovës. Në këtë aspekt unë mendoj që edhe ajo çfarë ndodhi tani është në këtë kuadër. Albin Kurti kishte shumë lehtë të krijonte qeverinë. Qeverinë e mëparshme janë krijuar me koalicion dhe me votat e listës sërbska. Ky vendosi dhe tha jo, me listën sërbska nuk bëj qeveri. Ish opozita e kishte mundësinë ta krijonte qeverinë me listën sërbska. E ka krijuar disa herë më parë. Por kësaj radhe nuk e krijoi dot se kishte frikë se nga qëndrimi i vendosur i Albin Kurtit. Nëse ish opozita, e cila ka një deputet më shumë se sa vetë vendosja, vetëm një, 3 partitë politike, kanë vetëm një deputet më shumë se sa vetë vendosja, e blokuan për ta quar Kosovën në zgjedhje të njëpasnjëshme dhe nuk bën koalicion me listën sërbska, vetëm se kishin frikë se pastaj Albin Kurti do t'i godiste ashpër. Unë mendoj që Kosova do të votoj për Kosovën. Nuk do të votoj as për Kurtin, as për Abdigjikun, as për Bedri Hamzen, apo Ramush Haradinaj. Se ka ndryshuar edhe kryetari i partisë, edhe du të duar, është një element i rëndësishëm se zoti Memli Krasniqi që tha dhe dorëheqë një akt demokratik që do doja ta diskutonin pastaj. Absolutisht, atje ka një lloj përgjegjësie shumë më të madhe se sa këtu. Politikanët në Kosovë. Nuk është çështje demokracie, se më është çështje rrethimi, më saktë. Është çështje konflikti, për të mos plas konflikti në publik. Po ky rrethim, ky konflikt nuk vjen në Shqipëri, po. Në Shqipëri edhe pse plasim nuk është problemi. Prandaj unë i përmbaham idesë dhe boshtit që në Kosovë duhet të mbrohet dhe të realizohet shteti. Integriteti territorial, sovraniteti shtetëror dhe pastaj duhet shohim se çfarë pasojash tjera negative ka. Pasojat negative që vinë nga mos konstituimi i parlamentit, mos miratimi i buxhetit e gjitha këto, janë pasoja sigurisht të dëmshme. Po ja vetëm një, para 3 ditësh Aleksandar Vučić thoshte që ne në Europë kemi 3 shtete mike. Francën, Hungarinë dhe Italinë. Dhe bëra një analistë. Si është mundur që kryeministri i Shqipërisë, kryeministri i vendit tonë, pikërisht këto shtete i ka shtete më mike dhe më aleate të tij. 3 shtetet që Vučić përmendte si shtete mike të Serbisë janë shtetet mike dhe presidente, kryeministra miq të Edi Ramës. Si është mundur ky kombinim kaq perfekt, kaq i përsosur, kaq i mrekullueshëm? Nuk i besoni rastësive? Në asnjë mënyrë, në politikë kur s'ka rastësi. Në politikë ka gjithmonë veprime të domosdoshme, politika të domosdoshme, qëndrime të domosdoshme dhe kurrë dhe rastësore. Në këtë aspekt do të thosha që derisa edhe konfliktin midis Kurtit dhe Ramës e paraqesin si përgjegjësi të Kurtit, mua më duket se është një lloj diskutimi krejt naiv.
ky konflikt ose kjo mos rekordancë është pasojë e strategjive të ndryshme dhe të kundërta midis tyre. Nuk është pasojë e egos midis tyre. Nuk është edhe mos konstituimi i parlamentit dhe mos zgjedhja e qeverisë, nuk është pasojë e egos e Albin Kurtit. Ego e Albin Kurtit u shfaq vetëm në një moment kur 55 herë paraqitet njëjtin emër. Por nga pikpamja kushtetuese dhe parimore e kishte të drejtë, sepse në kushtetutë thuhet shprehmisht, partia kryesore, partitë politike paraqesin kandidatura. Partia kryesore kryetarin, partitë të tjera me gjithatë si lider politik ti ke përgjegjësinë për të tejkaluar procedurën, se nuk ka sensa. Dhe Albin Kurti, nëse nuk do të votonte një nënkryetar të propozuar nga cili do, gabimi ka qenë mos votimi i propozimit të listës sërbska. Aty e quaj gabimin. Nuk e quaj gabim propozimin e Albin Kurtit. Të gjitha partitë duhet të votonin atë kandidat që jep partia përkatëse sipas të drejtës kushtetuese. Edhe lista sërbska kishte të drejtën të propozonte dhe ishte simiq, ishte paragjikuar për pjesëmarrje në vepra kriminale, le të merret gjyqi me të. Sa kohë që ti e ke në sallën e parlamentit me mandat deputeti, do të japësh të gjitha ato atributet që ati i takojnë. Në mënyrë kategorike, unë jam kundër aleancës me listën sërbska, por jam kundër edhe shkeljes së të drejtës, për mua shkelja drejta në këtë rast. Në këtë rast, u shkel edhe e drejta që partitë kundërshtare nuk votuan propozimin e vetëvendosjes për kryetar parlamentit. Është shkel e drejta. Ashtu, nëse Albini nuk do të pranonte propozimet e Partisë Demokratike, të Lidhjes Demokratike, të Aleancës e Kosovës, atëherë do të thotë që Albini ka shkel të drejtën e atyre subjekteve politike për të patur zëvendës kryetarët e tyre. Ndërkohë që ato e shkelen ky këmbguli 55 herë me kokë forci, ato 55 herë me kokë forci këmbgulën për të shkel një të drejtë të Partisë Lëvizja Vetëvendosje. Ne duhet jemi realist. Pastaj, a duhet kompromise? Përse nuk e bën një kompromis partitë opozitare, një kompromis të vetëm? Ti thonë, unë dua 1, 2, 3, mi jep këto, ose dhe në program dua që ti në programin tanë mos zbatosh të, po këtë që të Po se kur e kishin ata një kompromis. Nuk pranuan të hynë në bisedime për kriju koalicion, nuk pranuan. Edhe ju pak në narrativ ju, domethënë, kur e shpjeguat pak atë pikturën e parlamentit, treguat që kishte disa shqiptar të mirë dhe disa shqiptar të këqinj. Nëse i qasemi kështu, që ka disa shqiptar të mirë që shpëtojnë Kosovën me marrëveshje, dhe disa shqiptar të këqinj që duan ta shesin Kosovën, dhe duan të... Absolutisht. Nëse narrativa ngrihet e tillë, atëherë është... Narrativa është e tillë, pa ata nuk janë pushtet. Është e tillë. Por e kanë ndjek Emmanuel Macron prej Tiranë dhe Prishtine e nga Beogradi të tre, kanë shku në Armeni për ta lutur na ndihmo ta ndajmë Kosovën. Edi Rama, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Më kupton ti çka ndodhi, po harrojmë shpejt ne. Ne jemi popull që harrojmë. Dhe ju mendoni që 40% e qytetarëve kosovar votojnë partitë të cilat duan të ndajnë... Janë fanatik më vllai dashur. Fanatizmi nuk e beson këtë që them unë. Po nuk e beson këtë që them unë. Me bën me fol me ata thonë jo, s'është e vërtetë. Absolutisht jo. Po mund të jetë e tillë. Nëse mund të them diçka. Miqë, zonja Lishani kërkoi. Jo, po thoya për këtë pjesën e kësaj. Okej. Arritën konsensus vet. Ajo që po merrnim në analizë ishin ngjarjet e këtij viti. Domethënë, ngjarjet e këtij viti është nga zgjedhjet e shkurtë deri tani. Dhe për atë pjesë që folëm është një vendim i gjykatës kushtetuese, e cila e thot shprehmisht e zezë mbi të bardhë, ka shkelur frymën e kushtetutës partia, duke paraqitur më shumë se 3 herë një kandidaturë. Po. E thamë që në hyrje. Nuk është detyrë e partive të shohin frymën e kushtetutës. Jo, është e gjykatës kushtetuese fryma. Neni kushtetuese është tjetër dhe fryma është tjetër. Fryma e kushtetues tani fakti që ta tha kushtetuta tregon që ti je në gabim aty.
Dhe ky nuk është mendimi im, është mendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Hajde ti numërojmë gabimet e Albin Kurtit. Por nuk do të thotë që të mos shohim asnjë gabim të kundërshtarit të Kurtit. Jo, nuk e thash këtë. Ky është problemi im që kam me çdo diskutant në tryezat e rrumbullakta. Problemi im është se Albin Kurti është i keqi, ata janë të mirët. Jo më vlla, nuk është kështu. Është Albin Kurti i keqi. Albin Kurti ka të këqija të veta, ka të opsitë veta për cilat unë mund të flas. Unë jam i mirë dhe ata të pastaj po deshe mund ta vazhdojmë, mund ta elaborojmë. Albin Kurti pati atë sjellje që pati, e cila është që binte ndesh me frymën e kushtetutës dhe ky është vendimi i gjykatës kushtetuese. Këtë nuk, kjo është e zezmit të bardhë, nuk kemi çfarë diskutojmë këtë pikë. Pra faji i ngel Albin Kurtit. Dhe po diskutojmë për këtë pjesën tani. Nuk po diskutojmë për çfarë ka bërë me shtrirjen e sovranitetit apo me pjesën tjetër që mund të ketë bërë përpara, sepse po të futemi aq larg, ne mund të shkojmë, ne mund të shkojmë edhe më tutje. Ne mund të shkojmë edhe më tutje. Ne mund të shkojmë edhe më tutje. Ose duhet fitoj. Me projekcion nuk ka barazim që fitoj. Ne mund të shkojmë më tutje në kohë dhe mund të themi ishte kundër Rambujes. Ai ishte kundër Rambujes, Albin Kurti. Edhe unë kam qenë kundër Albin Kurtit atë. Dhe me atë Alba e di që kam shkruajtur një 50 komente kundër. Me atë qëndrim, po të kishin dëgjuar shqiptarët Albin Kurtin atëre, sot nuk të kishin Kosovë. Albin Kurti ka qenë edhe kundër kushtetues, që ishte vetëm mundësi. Edhe kundër institucionit. Dhe kundër, dhe ka qenë. Pra, po ti futemi në shtrirjen e vargu kohor, mund të gjejmë bëri sovranitetit, po ka qenë kundër kësaj. Unë po diskutoj për 2025. 2025 është kjo që është. Dhe në 2025 ne kemi një Kosovë e cila është nën sanksione nga BE-ja, është një vend që nuk ka qeverisje, është një vend që ka ndërprer dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kemi një situatë që as buxheti nuk është miratuar, as marrëveshjet ndërkombëtare nuk e miratuar. Kjo situatë është pikërisht për këtë arsye që thatë ju, sepse Albin Kurti nuk pranoi të blej deputet. Se 3 deputet apo 4 deputet këtu në Shqipëri me 3-14 Po pse duhet i blente? Për të bërë qeverinë, atë pse duhet i blente? Po jo mos tash i blej. Një sekond. Qëndrimi blok i deputetëve të ish opozitës kundër krijimit të qeverisë ka qenë porosi e ndërkombëtarëve dhe këtë është konspiracion. S'është konspiracion, është një e vërtetë. Është e vërtetë sepse njerëzit që shkojnë ta çojnë në fund. Pozicioni natyral i opozitës është një minutë ta mbaroj lutem. Ta argumentoj unë. Opozita pengon qeverinë. Sa ta përfundoj me një ta argumentoj unë pse s'është konspiracion. Liderët politik të opozitës kanë shku disa herë, pa numrim madje, në zyrat e ambasadave, pa përfaqësues të majorancës të vetvendosur. Po si vajt kanë opozita me shoqëruar nga qeveria në një zyrë ambasadës, se këtë se kupton. Si mund të shkoj? Një lider i opozitës duhet marrë qeverinë për të trokitur një ambasadë? Edhe më thoni ju se s'ka konspiracioni është aty. Është aty sepse këta që votojnë kundër Kurtit thirrën në ambasada fakti që ti hap një derë, thirrën në ambasada vetëm, më kupton apo dhe u jepet porosi. Ju nuk do votoni në parimet e demokracisë, opozita pengon majorancën të blejë qeverisë. Në parimet e demokracisë çfarë është faktës? Tani, ju më thoni që opozita roli i saj është të formojë qeverinë në mënyrën si Kurti e ka ndërtuar politikën, më të mirë të mundshme. E ka ndërtuar në bazë të mosbërjes së kompromisit. Ka mbajtur një qendrim, me që vetëm këtë pikë pasaj që më ndërë. Po patjetër. Dakord, nuk bën, po pikërisht. Atëherë kur nuk e bën Kurti kompromisin që nga mirë, kur nuk e bën ata tjerët që nga keq. Ata e kanë bërë kompromisin. Po jo, pra jo, por nuk e kanë bërë kompromisin me Kurtin. Kurti në vetvete e ka bërë politikën në mënyrë të pakompromis. Dhe tashmë, Kurti e bërë politikën në mënyrë të pakompromis, nuk mund të ankohesh tjetër. I kanë dhënë shumicën. I kanë dhënë jo, se s'ka shumicë. Shumicën absolute jo, po i kanë dhënë shumicën. Jo, shumicë kanë më shumë ato, po si një deputet. Zotëri që dhe mbyllë. Një.
Janë 45% me 42%. Se e kemi tavolinë të rumbullakët, her pas here kalon fjala, gjen fjalën e njëri tjetrit se mua më popullit pëlqen është shumë respekti për njëri tjetrin në të Absolutisht. Replikan e kam me 2 pika të diskutimit profesor Bytyçit. Profesor Enver Bytyçi është një prej njohësve par excellence i realitetit Kosovës. Në dijenin time, dhe majtë sa kam lexuar unë për vendin tim, është një prej autorëve më të mirë të librave që shpjegojnë në mënyrë koncize, praktike dhe të vërtetë, që është shumë e rëndësishme për të thënë, rrugtimin e historisë së re të shtetit Kosovës. Një nga librat më të mirë ka autorsinë edhe firmën e profesor Enver Bytyçit. Kështu që nuk kam nevojë, nuk po e bëj për elozhe, ju e dini mirë këtë, po duke shfrytzuar minutat e këtij transmetimi televiziv, po e bëj për të bërë një pararendje të asaj që do të them, që pavarësisht se kam këtë vlerësim për ju, nuk jam dakord në 2 pika me ju. E para njerë ju dëgjova të sa po vija në rrugtimin tim drejt televizionit që thatë që Marti Ahtisaari është një prej kyçeve dhe ngërçeve kryesore që shënjon pragun e pakapërcyeshëm për formimin e qeverisë Kosovës. Ju do thoni pse nuk je dakord? Nuk jam dakord, jo për faktin që arkitektura është e projektuar gabimisht. Këtu jam krejtësisht në sinkron me ju. Vërtet që Marti Ahtisaari është muri shpeshherë i pakapërcyeshëm dhe i fjetur, që ndonjëherë dhe Beogradi zyrtar e shfrytëzon. Është ajo nota e fshehtë që e përdor për t'ju kundërvënë Kosovës sa herë duhet, dhe njëkohësisht e lënë gjumë sa herë që nuk i intereson dhe nuk ka pragmatizëm. Por jo, është vullneti i këtyre njerëzve të cilët e din deturimin që kanë me listën serbska dhe me minoritetet në Kosovë. Kosova është një shtet multietnik. Këtë e ka të përcaktuar edhe në kushtetut. Marti Ahtisaari është çengeli që na ka ngelur varur e me gjatë do duhet ta gëzojmë në vimësi. Por ne si kastë politike, po të doni Vetëvendosja, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, AK-ja, jemi të ndërgjegjshëm për këtë. Kështu që e dim që formula e kushtëzuar për formimin e çdo qeverie, kushdo qoftë mandatari i saj, është lista serbska fillimisht dhe minoritetet tjera. Çfarë janë minoritetet në Kosovë? Unë kam një përkufizim tjetër për këtë. Minoritetet në Kosovë janë të diskriminuar krejtësisht pozitivisht. Qoftë nga Marti Ahtisaari, qoftë nga përcaktimet brenda kushtetuese, dhe ato kanë një luks dhe një komoditet jashtëzakonshëm si asnjë palë minoritare në asnjë shtet tjetër të botës. Është rast krejtësisht sui generis. Ato janë gjithmonë pragmatiste dhe janë gjithmonë në anijen e fitues. Ato pozicionohen gjithmonë tek ai që presupozohet të jetë kapiteni i anijes së suksesshme e cila shkon në breg. Kështu do të jetë nëse mandatari do të jetë nesër Bedri Hamza, njësoj do tjetë nëse mandatari do tjetë Albin Kurti. Kështu që nuk e lë peshën e fajt tek faktori i listës serbska apo minoriteteve tjera në Kosovë. Është tek vullneti i munguar i këtyre tanëve. Nuk thash për faj ata, s'kan faj ata. E kuptoj, po ju e vut në dukje faktorin e minoriteteve. E lidhe me formula thash është e gabuar. Formulën e dim, po unë prandaj po flas për ndërgjegje kolektive politike. Të thashun, formula është e gabuar, por se ndreshim dot. Pra me më pak votat të qytetet të jalve që janë diskriminuar pozitivisht. Na e kanë vullnetet e këtyre kryenexhve tanë. Jam dakord. Nisim nga mandatari e përfundoni tek të tjerë. Ju e përshkruat shumë mirë. Të dyja palet, asnjëri nuk qej i aftë për të kaluar 51% e domosdoshëm. As Albin Kurti që pretendoi në 63 seanca, as të tjerët që nuk pretenduan të rikuperonin diçka. Me Albin Kurtin apo të tjerët në këto seanca parlamentare. Pika tjetër, ju folet për armiqtë e Edi Ramës. Jam krejtësisht në analogji me analizën tuaj, por jam krejtësisht njëkohësisht e pa interesuar për armiqtë e Edi Ramës, sa jam i interesuar për armiqtë e Albin Kurtit sot. Pse do thoni ju se jam e shqetësuar për fatin e Kosovës. Marta Kos në samitin e kësaj jave që ne po lëm pas në Tiranë, gishtin e akuzës e drejtoi kryesisht te Kosova. Për atë që konsiderohet plani i rritjes është shumë i rëndësishëm dhe rishikimin e fundit e ka në muajin qershor. Kosova ishte përfituese e 900 milion eurove, nga grantet për 6 milionëve ku 4 ishin kredi e but dhe pjesa tjetër ishin grantet garantuara për Kosovën. 900 milion euro, krahasimisht me vendet të tjera të cilat janë preaspirante dhe aspirante për Bashkimin Evropian, janë shifra më e lartë për kokë banori që do të përfitonin vendet në Ballkanin Perëndimor. Dhe Kosova i bie me shqelm kësaj me indiferentizëm. Pse? Injorimi i kësaj shifre për 900 milion euro që Kosova nuk e ka luks, nuk mund të bëhet për agjendë elektorale. Një interferim. Atjetër. Vučić thoshte që kundër këtij financimi votoi Franca dhe Hungaria. Dhe prandaj këta dy vende janë miqtë e Serbisë. Unë kuptoj krejtësisht analogjinë tuaj. Unë kuptoj indiferencën e Kosovës në raport me 900 milion euro të planit të rritjes. Mos ta çojmë të tërën tek Albin Kurti, kur ne kemi dhe e dyta. Profesor Bytyçi, përgjegjësia e parë
është e qeverisë së paratifikuar të Republikës Kosovës, e cila nuk arrin të kalojë planin e rritjes. Kjo është kryesore dhe kjo i bë kapak për mua, se armiqtë do të jenë gjithmonë aty. Ne nuk presim që do të kemi ndonjëherë palë miqësore diplomatikisht apo politikisht Aleksandar Vučić. Të jetë mik i këtyre armiqve të Kosovës. Ju thash, nuk më interesojnë shumë miqtë e Gramës, më interesojnë armiqtë e Albin Kurtit. Më interesojnë shumë sa është i pari që ka vendosur sanksione kundër Kosovës. Ju më mirë se unë dhe kushdo në këtë tërëzë ndoshta edhe se publiku me 23 qershor është të ketë ballë për ballë Kosova Bashkimin Evropian. 26 qershor të vitit 2023. I pari deklaroi sanksionet. Mas 3 ditësh i vuri e konsideroni korrekte ju retorikën që ndoqi me Marta Kos Albin Kurti nga Tirana? A mund t'i thuash Bashkimit Evropian ti që është shteti i cili ke aplikuar në 15/12/2022 për statusin e vendit kandidat që Bashkimi Evropian ta ka lënë draftin tënd në pluhur dhe një nga zyrtarët e Bashkimit Evropian? Ndërkohë që ti je i papërgjegjshëm dhe i paaft për të ratifikuar parlamentin e vendit tënd, aq sa bësh ridikulos në 63 seanca parlamentare me ndërgjegje në këtë drejtim. Të gjitha jam dakord, por edhe sikur të ishte zgjedhë qeveria, edhe sikur të ishin bërë të gjitha me perfeksion, ti eshe bindur që Franca deri ta bindë kryeministrin e Kosovës se duhet t'i japi territore Serbisë, nuk do të votoj pro. Vetoja e saj është aty dhe aty do të mbetet din. Franca e ndau Kosovën në Mitrovic të Ura në vitin 1999. Aty korrin edhe tanket franceze. Aty korrin edhe sot tanket franceze. Franca vazhdon sot e kësaj dite të vendos sanksione dhe ta mbrojë Serbinë e ta dobësoj Kosovën. Unë e jo rolin e dhe vetën e ndërhyrjes së NATO-s në vitin 99 dhe për kundër kësaj të duhet një kryeminist me talentin e dur të territorit për Serbinë. Dy sekonda. Të kalojmë në gjëra që janë më praktike. Nuk bindet ndryshe Marrëdhënia e Shqipërisë me Italinë është shumë shekullore, nuk ka lidhje, domethënë që të thotë Vučići që ne kemi vënë mik Italinë. Me Italinë po flas. Me Italinë marrëdhëniet e Shqipërisë janë, po themi, që nga koha e Romës, e duke vazhduar pastaj me Venedikun, e duke vazhduar me faktin edhe që janë me qindra mijë arbëresh atje, me faktin që shqiptarët kanë vajtë emigrant dhe kultura italiane ka pasur në Shqipëri. Pra kjo lidhje që ti thua Edi Ramës, këtë lidhje ka pas çdo kryeminist shqiptar me Italinë. Nuk është thjesht që është Edi Rama. Dhe e le marrëveshjen e Shëngjinit. Marrëveshja e Shëngjinit është tjetër gjë. Po flas për marrëdhëniet historike. Ne kemi marrëdhënie refugjatëve për cilët ata ne kemi marrëdhënie historike. Marrëdhënie historike. Pastaj në politikën e jashtme duhet të dish të krijosh miqësi dhe aleanca për të mirën tënde. U përmend rasti i Hungarisë dhe nuk duhet harruar që kur u kapën rob ata dy policët që i kapën serbët, ishte ndërhyrja Orbanit që i ktheu. Kështu tha Vučići. Dhe Orbani erdhi dhe u takua dhe me Edi Ramën këtu. Pra, duhet të dish në politikën e jashtme të shfrytëzosh rrethana, të krijosh miqësi, të krijosh raporte për të shfrytzuar. Kështu është politika e jashtme. Nuk mund të them ty të kam marrë mik edhe as kam për të folur me gojë. Jo, duhet të flas me ty. A ka mundësi që unë ty të kthej mbrapsht? Po nuk bësh më mik Macronin se sa Mercin më burr. Është gjerman. Jo, prit 2 sekonda. Po flasim për tjetër gjë. Po duash e kalojmë edhe po do duash e kalojmë edhe te Merci, po duash e kalojmë edhe te Merci. Po flasim në politikën e jashtme, duhet të dish në politikën e jashtme duhet të dish të influencosh të tjerët që të kapësh ato që do ti. Nuk mund të ndërpresësh dialogun në mënyrë absolute, thua ti po më shtet edhe unë s'kam për. Jo, a ka mundësi që unë ta kthej Francën në favorin tim dhe Franca të më shikojë mua me sy të mirë dhe mos shikojë Serbinë? Kjo është politika që duhet bërë. Nuk duhet bërë politika unë s'do flas, sepse fundit Franca ka atë fuqi që ka. Po pse nuk ndryshoi Franca me qenë se ka një misi kaq të ngushtë kryeministri jon? Po ka ndryshuar Franca. Po, Shqipëria për shembull tani po ecën përpara në atë Shqipëria po të thënë raport me Kosovën. Po nëse futet Shqipëria dhe Kosova është e favorizuar, sepse Shqipëria bëhet unë mendoj që se nuk është aq e thjeshtë, se ne do kemi votë edhe veto do të jap vetëm një shembull. Ju kujtohet kur organizoi një summit këtu i vendeve me Ballkanit Perëndimor edhe të tjera, po erdhi edhe Scholz. Scholz erdhi në summit, ndërsa Macron erdhi në darkë. Mbas ditë e parë Macron, zoti Rama bëri një konferencë shtypi me zotin Scholz në para gazetarëve. Tentoi 2-3 herë
të përmend Kosovën në mënyrë kritike, zoti Rama dhe Scholz u tërhoq dhe zvarriti veten jashtë temës. Nuk pranoj të hyj në tema diskutimi mbi Kosovën. Ishin vënë sankcionet, kishe problematika, këto problematika që po e diskutojmë sot, Scholz u tërhoq ndërkohë që Rama tentonte ta fuste në lojën e prononcimeve të tij rreth Kosovës, ai u tërhoq nuk u prononci. Ku erdhi ndarke Macron në konferencë shtypi dhe në takimet që bëri, të dy bashk, në sinkron, si kur ti dirigjonte Zhaniciko, me të njëjtin zë, me të njëjtin ton, me të njëjtën melodi kundër Kosovës, në mënyrën më makabre të mundshme. Për të cilën Emmanuel Macron detyrua të autokorrektojë më vonë. Besoj ju Bërë autokorrektohet, sepse bëri presion që unë, megjithëse ish marrë vendimi për liberalizimin e vizave, unë tha do t'i kthem mbrapsht. Zotrin dhe zonja Lishani, bëjmë pak sekonda publicitet dhe më pas rikthehemi? Kemi shumë për diskutuar dhe për të bërë një krahasim gjithashtu dhe me politikën në Shqipëri, se kemi shumë për diskutuar po ashtu. Pak sekonda reklamë dhe rikthehemi.
diskutuar, diskutimi ka vazhduar edhe për gjatë publicitetit, gjithë kemi mikrofonat dezur, por sigurisht jemi duke folur për gjitha skenarit të mundshëm dhe sigurisht do ndalemi më tej në detaje, ndoshta për të analizuar pak dhe sistemin zgjedhor dhe se çfarë pritet në skenaret më praktik, ndoshta dhe më konkret do ndalemi për diskutuar, për gjetur se çfarë mund të ndodhë, për të hamensuar se çfarë mund të ndodhë në zgjedhjet me datë 28 dhjetor. Zonja dhe zotrinj, do doja që të më linit pak minuta sepse do doja të kisha në lidhje të drejt për drejt deputetin e PDK-s, zotin Mërgjim Lushtaku. Zoti Lushtaku, përshëndetje. Përshëndetje juve në studio dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Faleminderit shumë për kohën, e shumë e rëndësishme për te analizës që bëjmë me analistët, me gazetarët në studio, dhe kemi edhe zërin e politikës drejt për drejt nga Kosova. Fillimisht, ne jemi duke diskutuar çfarë solli situatën deri këtu dhe sigurisht për çfarë pritet të ndodhë me datë 28 dhe më tej, sa i përket situatës politike të Kosovës. Fillimisht, jeni të lumtur për datën e 28 dhjetorit, se ka patur disa kritika që është e vërteta, pse u zgjodh kjo datë? Është kritikave, unë besoj që çdo datë që sjell vendit drejt zgjedhjeve dhe që e kthen autoritetin dhe pushtetin tek qytetarët është mirë se ardhme dhe sigurisht që edhe data 28 është datë e rëndësishme për gjithë Kosovën dhe prandaj ne besojmë që data 28 dhjetor është edhe për neve pranueshme sigurisht për shkak të organizimit më të mirë dhe për shkak se kemi dashur të kemi një liri më të madhe për gjithë shqiptarët që të kenë pushime në fundvit. Kemi menduar që është jo e duhur, por sigurisht që çdo datë që është vendosur për ne është e pranueshme. Në fakt janë ditë festive, ne diskutuam pak, por janë edhe momente, pra ditë të cilat sillin edhe emigrantët në vendlindje nga ana tjetër. Pra në një farë mënyre, për te festës ka pjesëmarrje të madhe. Duhet parë pozitivisht se sa më shumë të jetë pjesëmarrja në votime, aq më mirë është. Në aspektin demokratik e kam fjalën. Demokracisë është shumë e mirëseardhme dhe unë besoj që neve si parti e kemi diskutuar edhe në kryesinë e brendshme dhe në Këshillin Drejtues. Sigurisht që i gëzohemi faktit që diaspora, mergata jonë e dashur, vjen edhe e ka të drejtën fizikisht të ushtrojë në Kosovë, sepse me të vërtet ne kemi qenë shumë kritik sa i përket votës në diasporë në aspektin e menaxhimit dhe keq përdorimit të sa ka ndodhur deri me tani dhe kemi kritika që ka pasur dhe manipulimet e zgjedhjeve atje, ku edhe një person ka pas mundësi të votojë për më shumë se 5 vete dhe 10 vete dhe ndoshta aty ka vendosur vetëm një person që ka qenë me organizator dhe ka qenë me zhurmshëm se i përket procesit, sepse vetë forma e aplikimit për votim ka qenë realisht në disfavor të vërtetës dhe demokracisë reale, sepse një person ka pas mundësi me marrë vetëm letërnjoftimet e qytetarëve, bashkëpunëtorëve tonë, dhe me regjistrimin e letërnjoftimit të tyre, ai ka votu edhe ka ushtu të drejtën e tyre në vend të atyre. Dhe prandaj ne e shumë pozitive se tani mundemi pa realisht se diaspora përken voton. Qartë, edhe pse në fakt sondazhet apo eksperiencat e më përparshme ka treguar që diaspora në një farë mënyrë është pozicionuar në masë, pra shumica ndaj lëvizjes vetëvendosja. Mendoni që kjo është ndoshta edhe arsyeja pse vijnë këto lloj kritikash në një farë mënyrë nga ana e partisë tuaj? Apo nuk lidhet me Me 2021 është fakt që diaspora ka qenë më shumë në mbështetje të vetëvendosjes, edhe në zgjedhjet e fundit ka pas një përqindje më të lartë, por ka qenë në rënje më të madhe nga zgjedhjet 2021, sa kujtoj dikon rreth 30% ka rënë vetëvendosja në zgjedhjet qendrore, nacionale, sa ki shumë në këtë vit. Prandaj besoj që çdo palë zgjedhje që mbahen, sidomos tash me formën që e kemi, ka ndryshuar fakti dhe besoj që do të ketë rënje të besimit ndaj pushtetit aktual, më shumë se sa kur më herët, sepse
Dhe diaspora çdo ditë po informohet me krizën e madhe ekonomike në vend, me rritjen e çmimeve të përditshme dhe sigurisht që kur e shohin familjarët e tyre se si jetojnë në Kosovë edhe ngrihen edhe ata vetë alarme, sepse ne i dim shumë mirë, shumë nga qytetarët tonë edhe politikanët tonë kanë qenë pjesë e diasporës, edhe unë personalisht kam jetuar mbi 4 vjet e gjys në Gjermani dhe di që është me qenë mergjimtar dhe me jetu në diasporë, prandaj sigurisht që ata e kanë hallin që me pas një udhëheqje sa më drejtë më të mirë, sigurisht që është drejt e tyre me besu çdo premtimi, por sigurisht ne i themi shpesh mirë është me besu, por nëse i beson 2 herë mashtruesit është gabim, prandaj besoj që tashme kanë mundësinë qytetarët me vlerësu se cila është e vërteta dhe besoj që ata kanë të drejtën edhe të votës në Kosovë që është mirëseardhme. Atëherë pyetja është drejt për drejt, cili është plani juaj, aksioni politik për në vazhdim? Keni në plan të bëni koalicion me një X parti politike? Po, realisht ne kemi hapur dyert Partisë Demokratike të Kosovës për koalicione parazgjedhore, sepse besojmë që vetëm me PDK, me llogën e PDK-s, nuk është mjaftueshme që të ndryshojmë totalisht kursin politik në Kosovë, prandaj edhe besoj kemi mirëpritur hapjen e dyrëve jo vetëm për subjekte politike, iniciativa qytetare, por edhe për figura publike të cilat kanë një autoritet, jo vetëm lokal, por dhe në gjithë Kosovën, që mund të dhënë kontribut dhe mirëpresin angazhimin e tyre në jetën politike, prandaj dyert e tona janë të hapura për gjitha figurat që mund me jap kontribut në jetën politike, sidomos në Partinë Demokratike të Kosovës, dhe besoj që me krye me ndryshimin që kemi bërë në Partinë Demokratike të Kosovës, që zgjodhëm edhe kryetar Bedri Hamzën, dhe Bedri Hamza si kryetar do të jetë edhe kandidat për kryeministër, do të ndryshoj vetiu besueshmërinë të kandidatura, sepse në zgjedhjet e kaluara ju e dini që kemi qenë në një sferë tjetër ku kemi pas kryetar tjetër dhe sa kandidat për kryeministër tjetër, dhe të disa qytetarë kjo ka ngrit dyshime se kush do të vendos për qeverisjen e vend. Kanë kryetari apo kryeministri, dhe prandaj këtë dilemë, këtë dyshim, besoj që tashme ja kemi larguar edhe atyre qytetarëve që ka mundë të qenë kritik ndaj kësaj qasje. Zoti Lushtaku, do ja lejoni edhe një pyetje kolegës time Alba Elishani, cilën e kam të ftuar? Po sigurisht. Zoti Lushtaku, mirëmbrëma, po komunikojmë sonte përmes Euronews dhe unë kam 2 pyetje për ju. E para, me qenë se ju në fund më folet për kryetarin tuaj të ri, zotin Bedri Hamza, i cili do të jetë paralelisht edhe kandidatura juaj për kryeministër tashmë e konfirmuar, dhe e dyta për bashkëpunimet për të cilat ju thatë që tashmë e keni dyert të hapura. Po ju pyes për kryetarin e ri, me qenë se zoti Memli ka dhënë një dorëheqje dhe ka qenë shumë e komentuar dhe shumë polemizuese, disa e duar trokitën, të tjerë kritikuan. Unë po ju pyes, zoti Krastinçi e ka dhënë dorëheqjen e kushtit e detyrimit apo e ka bërë për ushtrimin e funksionit demokratik brenda partijak, duke marrë përsipër edhe përgjegjësitë për nivelin dhe përqindjen që u morët në zgjedhjet e fundit elektorale, pra për rezultatin që ishte larg pritshmërive tuaja, ishte një përgjegjësi individuale dhe partijake, apo ishte i detyruar të shkonte drejt këtij akti, dhe ardhja e zotit Hamza, a ka drejt për drejt lidhje me strategjinë tuaj elektorale, apo faktikisht është vetëm pasardhësi klasik pas marrjes përgjegjësisë nga zoti Krasniqi? Dhe pyetja ime e dytë ka të bëjë me bashkëpunimet tuaja të mundshme para apo pas zgjedhore, meqenëse se brenda kësaj jave ju do duhet vendosni për koalicionet e mundshme deri ditën e diel, sipas afatit zyrtar dhe kushtetues. Kur thoni e kemi derën të hapur, cilat janë alternativat për cilat keni menduar sot dhe a keni vija të kuqe në këtë drejtim? E para alternative mundshme do të ishte bashkëpunimi për cilën ju e keni ezauruar si opsion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, a është ende ky një opsion i qëndrueshëm? Në kalkulimet e mia, dhe këtu po mbaj referencë zgjedhjet e fundit të shkurtit, por natyrisht duke shërbyer si komponent asistues edhe zgjedhjet lokale, edhe shifra që keni marrë si parti në këto dalje,
Në qoftë se do t'jeni bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, po ju përllogaris edhe me një asistencë luksoze të pakicave brenda Kosovës, ju nuk arrini të tejkaloni pragun prej 51%. Pra sërish nuk jeni në suazat e një fituesi të mundshëm, po DK, LDK plus pakica. Ndoshta e vetmja formulë e mundshme për ju, megjithëse ju do duhet ma konfirmoni, do t'ishte një bashkëpunim i mundshëm me Lavdrovcin dhe Fatmir Limajn. A është ky një opsion që keni marrë në konsiderat? Lavdrovci që në fakt u ka marrë në hyqëm një prej atyre zonave që u i keni me shumë merak dhe kanë qenë dikur bastionet tuajat, megjithatë u ka përfituar, dhe Fatmir Limaj sigurisht për Malishevën dhe jo vetëm që e zotron mirë dhe mund të jetë një 2% që juve mund t'ju vlejë si asistencë, duke shtuar këtu edhe pakica dhe minoritetet tjera. Cilat janë opsionet që i konsideroni dhe çfarë përjashtoni automatikisht? Faleminderit për këtë pyetje. Janë pyetje me vend dhe që zakonisht edhe diskutohen edhe në jetën e përditshme tonë si politikanë dhe si qytetarë, sigurisht neve si parti në veçanti. Sigurisht zotri Krasniqi ka jap një kontribut veçantë në Partinë Demokratike të Kosovës dhe besoj që ka pas batica dhe zbatica gjatë udhëheqjes së tij. Dhe besoj që ka pas shumë suksese, po sigurisht që nuk ka munguar edhe ndoshta mesimet që kemi marrë gjatë këtyre zgjedhjeve lokale. Dhe besoj ai në deklarimin para kryesisë, para se me dhonë dorëheqje, që për neve ka qenë befasishme, nuk ka qenë asnjë paralajmërim, e ka thënë që e ka menduar më shumë se një vit çështjen edhe të dorëheqjes së tij, për arsye edhe personale dhe besoj që jep hapësirë më shumë zhvillimit e partisë dhe ngritjes së reformave në Partinë Demokratike të Kosovës dhe sigurisht që ndoshta ka qenë koha e duhur ajo çfarë ka qenë para një jave ku kemi marrë edhe zgjedhjet dhe sigurisht edhe ka jap dorëheqje. Prandaj unë e falenderoj sepse nuk është lehtë të udhëheqës një parti pas udhëheqjes së Hashim Thashit dhe Kadir Veselit, dhe sigurisht leadershipit e tyre janë më ndryshme për arsye edhe të karizmave të tyre që kanë rrjedhë si shkak i historisë çfarë kanë qenë për Kosovën, për historinë e Kosovës, për shlelimin e vendit dhe pavarësinë e vendit, po sidoqoftë me një sukses të madh ka udhëheq dhe unë e vlerësoj jashtëzakonisht lart. Nëse nuk e di se po tani shkutje të vogël. Ne ju dëgjojmë, por nuk e shohim. Por besoj që për pak sekonda mund të zgjidhet. Tash besoj që e rregullum. Po. Besoj që ka dhënë një leksion të madh edhe gjithë politikanëve që dinë me marrë dhe përgjegjësi në kontekstin edhe të sukseseve dhe ndoshta edhe jo sukseseve. Prandaj unë vlerësoj shumë si akt politik dhe sigurisht që ka qenë edhe strategji që Bedri Hamza të jetë në krye të udhëheqjes sepse me të vërtetë shihet qartë si një figurë shumë e pranueshme tek qytetarët, edhe përkundër binjeve të ndryshme politike që kanë qytetarët, e kanë një mendim shumë pozitiv për Bedri Hamzën, që na bën të hapur para çdo qytetarit kur diskutojmë për platformën tonë dhe për zgjedhjet e ardhshme. Ndërsa sa i përket koalicionit parazgjedhore, sigurisht ne nuk hymë në koalicion parazgjedhor me partitë e mëdha, siç është Lidhja Demokratike e Kosovës. Besoj që nuk është e nevojshme dhe besoj që jemi sfera të ndryshme dhe shtrati ndryshëm i politikës si elektoratit. Prandaj besoj që këto e kemi të qartë. Jemi të gatshëm dhe jemi në diskutime me partitë e vogla dhe me iniciativat qytetare dhe gjithashtu edhe me fokus grupet e ndryshme që kanë një autoritet publik. Sigurisht që ne thamë edhe publikisht këtë rast Bedri Hamza, sekretari i partisë, tha që ne kemi dielën të hapur edhe për Ramiz Lavdrovcin dhe ai nuk është i shkarkuar edhe s'ka pas asnjëherë vendim për këtë çështje. Është tash në vendimin edhe të komunës së Drenasit apo iniciativës çfarë kanë, se a e mbajnë fjalën se a janë Partia Demokratike e Kosovës ata me të vërtetë apo jo. Kështu që mbetet te këta. Sigurisht kemi diskutuar edhe çështjen e nismës,
të zotrit Fatmir Limajt, dhe sigurisht në këtë aspekt jemi në diskutime dhe ende nuk ka një vendimarrje sa për këtë kësaj, edhe pse zotri Limaj ka pasur edhe takime me partitë tjera. Ne kemi në diskutime edhe me listën Familja, në listë që ka pas një kauzë për mbrojtjen e familjes në Kosovë dhe besoj që ajo si iniciativë ka gëzuar një mbështetje diku në rreth 2% apo mbi 20.000 vota dhe besoj që edhe ato si elektorat mund me gëzu një mbështetje të madhe dhe mundën me pas një koalicion parazgjedhor. Zoti Lushtaku, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Na vjen mirë kur ne në Shqipëri bëjmë tema për Kosovën, absolutisht kam patur gjithmonë dashamirësinë e politikanëve nga Kosova për të marrë pjesë në diskutime të tilla dhe e vlerësoj shumë, edhe kur ka patur debate, edhe përballje apo qoftë dhe kritika dhe pyetje nga të ftuar, gjë që nuk ndodh ndonjëherë me pikpyetje me politikanët tanë, po doja ta ndaja si kompliment. Pavarësisht kritikave që kisha për një palë apo për një tjetër, unë mendoj që kultura politike në Kosovë është më e zhvilluar se sa kultura politike në Shqipëri. Unë s'doja ta thoja kështu, e thash në formën time pak më gazetareske. Edhe intuita politike në Kosovë është më e lartë se sa në Shqipëri. Edhe rendja pas interesit personal është shumë më e ulët se sa në Shqipëri. Megjithëse këto 8 muajt e fundit nuk e kanë demonstruar këtë. Kanë demonstruar. E sollet, do ta bëjmë krahasimin me Shqipërinë tani apo do shkojmë pak për skenarin të mundshëm me që erdhi Llafi me mbri Krasniqi, më vjen keq, domethënë që ka dhënë dorëheqjen sepse fatikisht e ka marrë PDK kur ka qenë në pozicionin më të vështirë, domethënë. Momenti që edhe Thatcher u largua, rezultati në zgjedhje ishte skandaloz, në zgjedhjet e 2021-shit, PDK-ja. Edhe arriti të rekuperonte goxha votat, temi ato që është. Domethënë ka pasur rreth 130.000 vota, tani është tek 190. Pra ka rekuperuar, domethënë në Kosovë është edhe vështirë që të rekuperosh, domethënë duke pasur parasysh se si ka qenë e gjithë situata me nuk pritet që do dilte partia e dytë. Dhe pikërisht. Pra pavarësisht se mund të jetë një farë, po themi në ndërsimi për Memrin, kuptimin që ka pasur atë karrierën artistike përpara dhe duket sikur në politikë është futur, domethënë si rastësisht, e ka treguar veten që rezultatet e tregojnë, domethënë që ka qenë rezultativ. Ka qenë një problematika që ka pasur me kandidatin aty, domethënë, edhe mbase mund të ketë qenë edhe presioni për të ndryshuar diçka, për të bërë një hap tjetër cilësor, por është për të vlerësuar, themi atë që është. Në moshë re, pa një eksperiencë të marrë si parti edhe të kthesh, që duhet parë çfarë do prodhoj. Absolutisht ashtu. Në demokraci kjo është shumë e rëndësishme. Ne do kemi mundësi ta komentojmë mbas zgjedhjeve këtë si fenomen, sepse kam përshtypjen ky është vetëm një variabël që ndryshon në pikturën dhe panoramën e partive politike që i qasen zgjedhjeve të ardhshme. Për sa i përket fjalorit, vetëm një. Për sa i përket fjalorit, në Kosovë është duke degeneruar, për mendimin tim. Shiko, çfarë është duke u degeneruar? Mënyra e bërjes politike, domethënë po fillon të afrohet Shqipërisë. E diskutuam të zgjedhjet lokale, nëse nuk gabohem, disa përplasje me disa fjalë të cilat unë nuk kam nevojë ti përmend, apo akuza që janë thënë për kandidatët përkatës. Disa merazhe që më ngelen edhe nga biseda e kaluar. Domethënë, unë dua shumë që politika kosovare, po edhe shqiptarët i qasen betejës së tyre politike pa këtë gjuhën midis ndasisë dhe polarizimit të shoqërisë ku një pjesë konsiderohet patriote dhe një pjesë nuk konsiderohet e tillë apo merr vendime të gabuara në interes të vendit. Unë mendoj që ne duhet t'i qasemi politikës ose qytetarët e Kosovës, ashtu si dhe Shqipërisë që po ndodh si fenomen, nuk duhet që liderët të qeverisin së brendshmi me politikë të jashtme. Pra edhe në Shqipëri, Rama le të themi e mbivendos politikën e brendshme me ëndrrën për Bashkimin Evropian. Ndërkohë që e njëjta gjë ndodh me Kosovën, ku njeriu i votuar e mbërthen si thua elektoratin e tij me politikën e jashtme të tij. Ndërkohë që lihen pa diskutuar çështje shumë të rëndësishme që janë ekonomia, siguria, arsimi, shëndetësia, të cilat për hir të vërtetës nuk janë duke performuar në të dyja sistemet të cilat ne jetojmë bashkombasit tanë. Biles në Kosovë nuk ka thuajse fare politikë të brendshme. Dhe
Ky është, domethënë, meraku edhe ai tmerri i madh kur shoh se si konsumohet politikë në Kosovë, e cila duhet të tekalohet në një moment. Dhe një element tjetër që është i rëndësishëm dhe u përmend këtu është ngritja në piedestal e jo kompromisit, e mungesës së bërjes kompromis. Në një vend ku për ishtë të vërtetës kompromisi e lindi si shtet. Nuk u ngrit në piedestal. Jo. Si fenomen. Jo vetëm tryez, nuk e kam për tryezën, e kam edhe brenda formacionit politike dhe narrativës që ngre zoti Kurti. Pra, edhe ndër shqiptarët kjo formulohet dhe unë mendoj që është pak tezë në kufit të populizmit. Pra, një vend i cili ka mbritur ati ku është për shkak të kompromisit, ne mund të kujtojmë Thaçi konsideroi armik i shqiptarëve kur firmosi Rambujen. Ose frika e tyre ishte e tillë që do konsideroheshin armiq të vendit kur firmosi Rambujen. Ndërkohë që sot nevoja jonë është që të kemi individ me talentin e nevojshëm që kompromiset t'i kthejnë në realitete dhe standarde për qytetarët e vet. Dhe kjo është ajo që duhet. Dhe kur shkojmë në politika të jo kompromisit, e kemi shumë të lehtë të konsiderojmë armiq, pra të prodhojmë armiq, të brendshëm dhe të jashtëm, dhe duke prodhuar armiq në teoritë politike ti konsolidon një farë forme edhe masa, nga ana tjetër nuk prodhon zhvillim të qëndrueshëm për vendin, por ajo që është më problematika e çon vendin në izolacionizëm. Dhe këtë është duke përjetuar Kurti. Ndërkohë që izolacionizmi i jashtëm është evident, tani është duke prodhuar dhe izolacionizëm të brendshëm, ku edhe pse është partia më e madhe me një diferencë të jashtëzakonshme nga dy partitë e tjera, e ka të pamundur të krijojë një aleancë, qoftë edhe të vogël, për të ndërtuar një qeverisje të qëndrueshme. Unë e thash edhe më pak më parë, shtete shumë të fuqishme ndërtojnë koalicione shumë me disbalanca dhe diferenca të tilla midis majorancës dhe partisë më të vogël. Dhe le të themi, kjo është ajo që e shoqëron një lloj mallkimi tashmë në zgjedhje edhe Albin Kurtin, që me njëherë pas marrjes së rezultateve të zgjedhjeve të kaluara, ai është, le të themi, ka bërë një lloj përçapje për t'i shtrirë duart, po jo me stilin e sinqert, por me kapadaiun që ti do vish, do më formosh qeverin, po ti nuk je askush në planet e mia të së ardhmes. Dhe kjo ka mbështypje që duhet të ndryshojë dhe partitë e reja dhe partitë e tjera, dukshëm këtë e kanë fenomen të kapërcyeshëm. Kur përmendte Lavdrovsin, duke sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Se kam dhe deputetin e së njëjtës parti nëse do mund t'ia drejtosh me një herë pyetjen. Dhe kjo është pozitive, kështu që unë mendoj që e ke këtë qasje. Unë mendoj që në të gjitha rastet ne duhet të krijojmë politikanë me talentin e nevojshëm që të krijojnë kushtet për standarde për shoqëritë ku ata jetojnë. Nezir Kraki na është bashkuar në këtë bisedë. Faleminderit shumë që ju kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje juve. Faleminderit. Nuk e di nëse po e dëgjonit zotin Qeranxhi, në një farë mënyrë drejtoi disa akuza ndaj jush, kështu që para se t'ju jap pyetjen time, besoj keni një replikë për të. Po, absolutisht. Përshëndetje, zotënisë dhe gjithëve aty. Shikoni, duhet, kur flasim për Kosovën, duhet që të francezët me vendos kishët qendër të fshatit. Me vendos 2-3 gjëra kështu në kontekst. Kosova nuk ka rritë këtu kë është falë kompromiseve, por falë përpjekjes, më shumë se një shekullore me shqiptarëve të Jugosllavisë për më ushliru dhe me u vetësu. Lufta, përpjekja dhe lufta kanë qenë Kosovën këtu ku është sot, jo kompromiset. Kompromiset kanë qenë elemente gjatë rrugtimit, elementet finale përfundimtare gjatë një rrugtimi që ka gjatë me dekada. Kompromiset janë kry. Kompromiset me Kosova nuk mund të bëj dhe nuk ka pse të bëj, sepse ka dhënë më shumë se që duhet ndoshta dhe më shumë se që pritej prej shqiptarëve të cilët ishin pjesa e saj përpjekje. Nuk jemi më në situata kur Kosovës i kërkohet apo kur vazhdimësia shtetësisë Kosovës, konsolidimi i Kosovës si shtet kushtzohet me kompromiset mëdha. Ka shkuar ajo kohë. Normalisht që Serbia vazhdon ta ketë Kosovën pjesë të saj me kushtetutë dhe me pretendimin
se një ditë do të rikthej ushtrinë e Serbisë në Kosovë, do të rikthej Kosovën në Serbi. Përballë këtij pretendimi, na kërkuan kompromisin për që të zbutet këtë pretendim, do thotë Serbia ka synim me na ripushtu, dhe nëse nuk doni ripushtim, atëherë duhet jepi diçka Serbisë. Jo. Ne nuk do japim asgjë Serbisë, sepse s'kem çka të japim Serbisë. Ne do merrem me ata serbë që banë në Kosovë, të cilët kanë vendosur jetojnë në Kosovë dhe janë të mirëseardhur aty. Asnjë problem. Prej vitit 2004 deri sot asnjë serb s'ka marrë një shuplam të vetëm nga një shqiptar i Kosovës. As i veshur me pushtet. Po ku hyn Serbia në këtë deri? Ku hyn Serbia për dëshirat, se nuk e kuptoj. Ku hyn Serbia në atë çka ne ngritën këtu se? Jo, po nuk e kuptoj, po flet për realitetin, atë se si është dhe si duhet jetë Kosova, apo për dëshirat tuaja dhe të vetvendosjes se jeni i paqartë. Jo, dëshira e vetvendosjes duhet jetë, në fakt dëshira e vetvendosjes është dëshirë lidhet me atë që kemi synuar gjithmonë, që Kosova të mos jetë më në tutelen e Beogradit dhe Serbisë. Besoj që këtë keni qartë. Kjo është dëshira e çdo shqiptari, kjo nuk është dëshira e kapitalizuar e vetvendosjes. Kjo është dëshirë dhe aspiratë e çdo shqiptari, jo e vetvendosjes as e juaja, e secilit prej nesh pa diskutim. Absolutisht. Pra nëse nisim nga kjo premis, na del që dëshira e Serbisë në këtë rast nuk mund të bëhen detyrime për ne. A jeni dakord? Jo, nuk jemi dakord sepse realitetin edhe kërkesat që kanë në këtë rast, edhe ata që kanë protektorat dhe monitorim për pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës, nuk mund t'i përjashtoni nga ekuacioni. Jo. Ju nuk mund ta injoroni realitetin. S'ka me protektorat. Jo, zoj, vjen keq. Nuk është Kosova. Prandaj ju pyeta, po flisni për realitetin apo për dëshirat tuaja dhe tonat, që sidoqoftë do të ishte mirë të realizoheshin. Flisni për mundësitë. Më lejot një ndërhyrje të lutem? Ne duhet pajtohemi që të paktin ju të pranojnë pavarësinë e Kosovës. Nëse ju se pranojnë Kosovën si shtet. Zoti Krake, më lejon një ndërhyrje të vogël? Atëherë po. Nëse ju kujtohet në shtator, faleminderit. Nëse ju kujtohet në shtator, presidenti Osmani ishte në margjinat e OKB-s në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe bëri një aktivitet me urdhërdhënësin e bombardimeve të NATO-s ish presidentin Clinton. Zoti Clinton bëri një deklaratë shumë interesante. Dhash tha urdhër që NATO-ja të bombardoj Serbinë sepse isha i bindur që shqiptarët nuk do të dorëzoheshin. Isha i bindur se lufta do të shkonte shumë gjatë, shqiptarët nuk do të dorëzoheshin dhe pastaj do kishin probleme rajonale e më gjërë në kuptimin. Cili është mesazhi? Nëse ti lufton për veten tënde, është të gjithë të tjerë të vinë mbrapa. Nëse nuk do të ndodhte ajo mrekulli që ndodhi në Banjsk, sot do të ishte në tryezë në tavolinë projekte makabre për Kosovën. Nëse nuk i del ti zot vendit tënd dhe nuk bësh sovran në vendin tënd, do të jetë dikush tjetër që do të vi. Po tani ju po thoni që unë po them që nuk duhet të dalin zot, nuk duhet. Kur flasim për kompromise, flasim për kompromise Kosovë-Serbi. Nuk flasim për kompromiset e brendshme duhet jenë maksimalisht, jam plotësisht me ju. Por kompromisin ta çojmë deri në kompromis me Serbinë, sepse kështu dëshiron ajo. Kompromisin ta përdorim për të prodhuar realitetin Ky është shkaku i konfliktit në ndërkombëtar. Ka diçka, zoti Kraki është në lidhje të drejtë për drejtë dhe ka pak më të vështirë për të replikuar. Kështu që bëjmë një pyetje një replikë dhe ja japim fjalën. Po, sa përfundoj replikën. Shikoni, me gjithë respektin, se nuk jam aty në studio edhe nuk njihemi me gati gjithë asnjë nga jo. Me gjithë respektin, Kosova është detyruar fatkeqësisht të prodhojë politikë të jashtme, më shumë se Shqipëria, sepse Kosovës fatkeqësisht i ka mbetë një hall i madh i pasqaruar që është ai që thash më herë, pretendimi territorial
që është njëra ndër arsyet kryesore pse lufta nisi sot në botë, pretendimi territorial mbi Kosovën është aktiv. Dhe kjo ishte edhe arsyeja pse Rusia pushtoi Ukrainën, sepse bazohet mbi të njëjtën gjë, është e njëjta premisë. Rusia mendon se Kievi është djepi i rusizmit dhe territori i asaj ane i takon Rusisë, i ka taku gjithmonë. Serbia mendon që Deçani Peja janë djepi i serbizmit dhe territori i Kosovës duhet i takojë sepse i ka taku gjithmonë. Serbia ka këtë synim. Përballë këtij synimi, ne duhet të menaxhojmë alatët tonë, dëshirat e Serbisë, pretendimet e saj, jo vetëm pretendime, por aktivizim konkret dhe armatosje masive që Serbia bën këto vite për me u ripozicionu ushtarakisht. Deri në momentin kur, si ka thënë vetë Vučići, sot na jepet rasti që bëjmë si Azerbajxhani. A kuptoni ju? Jemi përballë një realiteti brutal dhe përballë këtij realiteti, ne si Kosovë, normalisht që ne jemi mirë njohës deri në fund. Amerikës, Francës, Gjermani, gjithë alatëve që na mundsuan ta finalizojmë, ta përfundojmë atë përpjekjen tonë me shtetësi, me ndjekjen përfundimtare të Serbisë nga Kosova. Serbia ka humbur Kosovën në vitin 99 dhe Serbia e ka është zyrtarizu humbja Kosovës në vitin 2008 kur u shpall pavarësia. Dhe në vitin 2010 kur GND tha se kjo shpallje nuk e ka dhënë të drejtën ndërkombëtare. Do thotë, ne kemi dalë nga Serbia dhe çdo përpjekje tash, qoftë në studio televizive në Tiranë, apo në Prishtinë, apo në parti politike, në shoqërinë civile, për ta konsideruar Kosovën si çështje të hapur, si diçka që ka ende vazhdimsi me Serbinë, që ka ende kompromise për të bërë ndaj Serbisë, është absurde, është absolutisht e papranueshme. Që do të thotë vetëm ju do e garantoni këtë forcat e tjera politike në Kosovë? Ne duhet luftojmë. Do e shesin Kosovën se tani kjo... Jo. Kjo e studieve konspiracione. Gjitha partitë politike të Kosovës e kanë synim që Kosovën ta bëjnë shtet ta forcojnë. Atëherë hajde fokusohemi te çështjet e brendshme, se jeni gjithë në një... Kisha një pyetje. Nuk i kemi pikpamjet e njëjta, për shembull LDK deklaron zyrtarisht që një qeveri normale, një Kosovë normale, duhet ta rikthejë veri në vitin 2013. Për ndryshe, thot ajo, do i humbin mbështetjet e alatëve. Realisht, ne që kemi kontakte të përditshme edhe me diplomatë Prishtinë dhe me këta në Bruksel, ne veç jemi të bindur tash, sipas atyre diplomatëve, që gjendja e verës në Kosovës nuk ka gjasa të kthehet më ku ka qenë, sepse s'është në interesin e askujt, as të alatëve, as të serbëve lokal, sidomos jo të Kosovës. Atëherë pse ne duhet mobilizohemi dhe të rikthehemi në histori dhe të bëhemi as të çmendur që ta konsiderojmë Kosovën si çështje të hapur. Zoti Kraki, këtë komunikimin e vazhdueshëm dhe intensiv me alatët nuk merr përsipër ta garantoj sot as Albin Kurti, megjithatë po e bëni ju. Po për fatin ton të keq ju nuk na njihnit ne në studio, po për shkak edhe për hir të profesionit ne jemi të detyruar që njohim ju. Në ndjenjën time ju jeni eksponent politik i shndruar së fundmi, por ndryshe jeni pedagog. Si aksion kishit të drejtë në parim që Kosova është e detyruar të mbiprodhojë politikë të jashtme. Po si realitet faktik më thoni, cila është politika e jashtme që prodhoni ju? Meqense me këtë justifikim dhe këtë alibi, ju keni eklipsuar tërësisht prodhimin e politikës së brendshme. Çfarë prodhoni së jashtme ju sot? Shikoni, Kosova politikë, kur themu ne duhet të merrem dhe të prodhojmë politikë jashtme, sepse neve ende nuk na njohin pas shtete anëtare të BE-s. Neve ende na kërkuan dhe na vinë ko pas kohë kushtzime. Nëse ju kujtohet që jeni gazetare për shumë vjet, ju keni ndjek me siguri momentin kur vinte Grenell në atë kohë. Ju keni ndjek pashtu me siguri momentin kur erdhi Escobar dhe fliste për krizë humanitare në vend. Ju keni ndjek gjithë ato epizode diplomatike të cilat na vinin me kërcënime konkrete, do mbyllin bondstilin, do të hiqim nga Kosova, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Para 3 vite unë sot në Facebook ma rikujtoj një video që kisha publiku, ku thoja që BE po na kërcënon me heqjen, me rivendosin e vizave, edhe pse endes na kishte heq ato. Po ju po më kujtoni retrospektivën e ngjarjeve dhe qëndrimeve publike e diplomatike në Kosovë, por nuk më përgjigjet në pyetjen që ju bëra.
cila është politika e jashtme që prodhoni ju sot? Se nga këto ngjarje që ju sapo më përmendët në listën tuaj, e deri sot që sigurisht që i mbaj mend shumë mirë sepse i kam komentuar dhe ndjekur në VMC, unë nuk di të ketë progresuar asgjë në agjendën e jashtme politike të Kosovës. Më thoni çfarë është bërë për këto njohje të munguara të Kosovës deri sot? Cili është bilanci i qeverisjes aktuale, asaj të shkuarës? Flisni për cilin do mandat pas atij momenti të grellët që sapo ju e përmendët, apo për cënimeve diplomatike që Kosova ka marrë. Çfarë keni prodhuar që atëherë? Cili është bilanci që keni në dorë? Shumë mirë, shumë mirë. Pyetje dhe vend. Shikoni, ajo që Kosova ka kalu nga protektorati që e përmendet ju aty në një status tjetër shtetësi, një pavarësi të supervizuar, një 3 vjet, pastaj një pavarësi të plot, pastaj nisi GND thave mendimin, pastaj 2011 nisi bisedime teknike, 2013 nënshu disa marrëveshje me Serbi, dhe në vitin 2013 kur nënshu asociacioni që u pranu që ishte një absurditet i llojit vet dhe për mua një tradhti kombëtare, aty u rihap çështja e statusit të Kosovës. Në fakt, derisa ne luftonim për njohje dhe për pranim ndërkombëtar, liderët e asaj kohë në Kosovë shkonin në OKB, nëse edhe këtë keni përcjellë, nuk dyshoj që e keni përcjellë, shkonin në OKB dhe deklaranin se ne ende kemi çështje të pasgjidhura me Serbinë dhe ne jemi jemi të gatshëm për vendime të dhëmshme, nëse kujtohet ky deklarim i Ashit Thaçit atë kohë. Do të thotë Kosova e rihapi vetëm statusin e saj, e rivendosi mbi tavolinë disa vite. Kosova e rihapi në kushtet e detyrimit, po nga 2013 kur është nënshkruar asociacioni i komunave serbe, shquar si Zajednica në atë kohë, ndonse u se përmendi mos i emër, deri sot që flasim, zoti Kraki, e dini sa vite kanë kaluar? 2013-2025, po futemi në 2026. Janë 13 vite më vonë, asociacioni i komunave serbe, ju e dini që është një kushtozim dhe realitet faktik. Se do ta përshëndesim zotin Kraqi. Nëse nuk njihni, unë njihem si person që flas me precizitet. Çdo fjalë tentoj me precizitet, po përgjigje nuk po vjen. Shikoni, kur u hap Kosova si status, si çështje, pastaj normalisht që me 10 vende mosnjohëse dhe hezituese prisnin atë momentin e finales, prisnin atë derbin Kosovë-Serbi dhe ajo ndeshje nuk ndodhte. Prandaj u deviju dhe njohja, procesi i njohjeve, u suspendu në gjitha. Ardhën pushtet Albin Kurtit në vitin 2021. Normalisht që krijoi disa tensione me aleat, dhe sepse qasja ishte ndryshme ndaj veriut, qasja ishte ndryshme ndaj Serbisë. Shikoni, duhej absolutisht të dile nga ajo Kosova që shkonte në Bruksel me duar në xhepa, në Kosovën që shkon në Bruksel për ta mbrojtur Kosovën. Janë bërë me 10 takime në Bruksel, madje edhe deri në Washington kanë shku për t'i dhënë diçka Serbisë. Qasja ka qenë për t'i dhënë diçka Serbisë. Gjitha kanë ndodhur për t'i dhënë diçka Serbisë. Asgjë Kosovës. Prandaj kur kemi dalë nga faza për t'i dhënë diçka Serbisë në fazën për ta mbrojtur Kosovën, normalisht që Kosova ka fillu të shihet, dhe kjo është arritja më e madhe diplomatike e këtyre e ndëruar. Kosova ta shetu që është shtet serioz, me cilin nuk tallet me as Serbia dhe as Borrellin e Lajçaku që vinin si turistë diplomatik aty. Sepse Kosova ta shihet si shtet që e merr veten seriozisht, që ka shtri autoritetin e vetë CFMC. Zoti Kraki, kemi nevojë të na marrin aleatët seriozisht, se vetën e marrim lehtësisht seriozisht. Shikoni, unë ju garantoj që dhe aleatët na marrin seriozisht, sepse ne marrim seriozisht veten një herë. Sepse unë nuk mund ta kem qëllim final normalizimin me Serbinë, nëse 20% e territorit të Kosovës është anormale. Jo, ti duhet të kesh prioritet dhe qëllim final. Agendën e brendshme të Kosovës, fillimisht ekonominë, financat e atij vendi, mirëqenien e atyre njerëzve dhe prosperitetin. Zonja Lishani, se kemi edhe një pyetje nga zoti Tafani dhe po. Në obligimin tim që ta demokratizoj Serbinë, nuk është detyrimi ynë si Kosovë që ta bëjmë Vučićin të duket Europe friendly, i frekuentueshëm politikisht siç e përshkruan te Chris Hill, i cili tash punon për Serbi si lobist. Unë nuk e kam atë detyrim. Unë jam votuar në Kosovë që ta mbroj Kosovën, me Serbinë se kam asnjë problem. Ata kanë problem me mua. Unë s'kam problem me ata.
Nuk tha të kundërtën zonja Alishani, besoj të dy bini dakord për këtë pjesë, po pyetja ishte diçka tjetër lidhur me çështjen e politikës së jashtme, marrëdhënie ndërkombëtare, cilat ne patëm mos të bëjmë një analizë. Dhe shumë shkurtimisht zoti Kraki, se jemi dhe në sekondat e fundit, zoti Tafani ka dhe një pyetje për ju, kur je në pushtet apo nuk e di se si mund të quhet tani kjo situatë. Për rezultatet që mund dalin pas zgjedhjeve, me aq sa shikoj unë, lëvizja vetëvendosje prapë mund të jetë në rangun e të njëjtën situatë që të kenë mbi 40 vende në parlament. Në qoftë se partitë e tjera do arrin të kryejnë qeverisje, ju do e bojkotoni procesin e zgjedhjes presidentit duke kaluar vendin krizë tjetër, sepse i keni numrat për ta bërë këtë gjë. Jo, shikoni, unë mendoj që unë jam futash vonë, unë jam, siç e tha zonja Alishani, kam 18 vite në Paris edhe një 10 vite në Silvani këtu në universitet, në shkenca politike dhe po mendoj jam zanatli kësaj pune, jo si politikan, po si studiues i fenomeneve politike dhe i sjelljeve politike. Tash jam kyç së vonë në Kosovë në skenën politike dhe me sa kam kuptuar këto 7-8 muaj është se e gjitha kjo blokada, ky epizodi që na ndodhi, unë po shpresoj, po pres fakt që na shërbej gjithve si mësim, që në momentin tjetër, pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, mos t'i përdorim, në fakt ne si fitues, nuk përdorëm asnjë kështu mekanizëm vonues apo bllokues. Ne propozuam, ndruam, ofruam bashkëpunim, bashkëqeverisje, pres që dhe partitë opozitës ta kenë një qasje tjetër, sepse gjithë e kuptuam se kështu, siç i ka thënë René Char në një letër Albert Camus në atë kohë, erdhëm këtu sepse aty ku ishim na u bë pamundur. Dhe ne duhet aty ku jemi, aty ku ishim deri tash, në fakt është e pamundur të rinj. Duhet bashkëhes komplet vim diku tjetër. Dalim aty ku në pozicionin nga ku pranohet humbja, pranohet fitoria, pranohet rezultati, bëhet politika në kuvend. Dhe nuk tentohet fitohet ndeshja pas janë kryer 90 minuta në fushë, se ndeshja fitohet në fushë, jo në tribuna, jo jashtë stadiumit. Kështu që kjo që ndodhi deri tash ka qenë një përpjekje e partive që dolën pa kënaqura me përdor mekanizmat që hajde t'ja dëmtojnë pak fitoren, fituesit ose të paktën medaljen që ka të varur në qafë, t'ja dëmtojnë pak, t'ja humbin pak shkëlqimin. Kështu që unë pres që edhe ne ndoshta duhet i qasim pak më ndryshe, edhe ata tjerët nuk pres që të ketë blokada të këtij lloji, sepse nuk e kemi pa gjithë që nuk çojnë askush. Dakor. Zoti Kraki, besoj se arritëm të kemi një bisedë dhe për shkak të kohës unë ndava kohën time për pyetje me të ftuarit, besoj arrita të jem pak më altruiste në raste konkret. Faleminderit shumë dhe faleminderit për përballjen. Edhe një herë, e vlerësoj shumë. Duke sikur nuk e kishin kuptuar që s'formonin dot qeveri. Mirë, zoti Bytyçi, ne jemi në sekondat e fundit, por do doja ta mbyllim bashkë. Në 60 sekonda nëse është e mundur do ishte perfekte për mua dhe për regjin. Së pari gjithë kjo periudhë do të jetë, e tha dhe zoti Kraki, një mësim për të gjitha partitë politike. Jam kundër idesë se në një konflikt vetëm një palë ka përgjegjësi dhe faj. Në çdo rast dhe në çdo formë, dy palët janë fajtor për konfliktet që ndodhin midis dy personave, dy grupeve, dy forcave politike, apo edhe brenda një parlamenti, siç ndodhin në Kosovë. Edhe konflikti Kosovë-Serbi? S'kemi kohë për ta ezauruar. Edhe konflikti Kosovë-Serbi mund të ketë diku të 10% përgjegjësi dhe faje Kosova, sepse në situatat caktuara mund mos jetë sill me përgjegjësi të plotë. Dhe nuk shoh kur fajt pastër tek njëri dhe të drejtë të pastër tek tjetri, sepse absolutja nuk ekziston. Nuk ekziston kategorikisht. Në botën materiale dhe shpirtërore, gjithçka është relative. Dhe sa kohë i përmbahemi këtij koncepti të Immanuel Kant, ne duhet të pranojmë që edhe në konfliktin Kosovë-Serbi, 5%, 10%, 7%, 20%, nuk e di, por një pjesë faj ka dhe Kosova. Absolutisht po. Faji i Kosovës është se, ja, po ta them unë, për ta mbyllur, po ta them unë, se në luftën
qlirimtare të Kosovës ishin vetëm 12.000 veta, kur kishte mundësit ishin 120.000 veta. Dhe sot flisje me një gjuhë tjetër. Nuk flisje me këtë gjuhën të dëgjëm ndërkombëtarët apo të mos të dëgjëm. 120.000 ushtarë kishte mundësi UÇK-ja ti kishte. Por pati 12.000. Dhe kjo është faj dhe përgjegjësia e Kosovës. Absolutisht. Dhe ne duhet t'i njohim gabimet tona, fajet tona. Duhet ta dimë se ku gabuam. Shumë e rëndësishme për të progresuar. Absolutisht po. Në këtë rast opozita i ka fajet që nuk ka votat më shumë se Zoti Qiranxhi, faleminderit shumë, profesor Bytyçi, faleminderit shumë zoti Tafani, faleminderit shumë zonja Alishani, faleminderit dhe shumë dy deputetëve. Ishte pamundur të kishim një deputet nga LDK-ja, nuk e di pse, por uroj ta kemi në vazhdim. Faleminderit ju që na ndoqët dhe natën e mirë, shihemi në review sërish javën që vjen ora 20:00.